janë aty. Janë me kapuçi, domethënë që Po më duke një mas më. po patjetër. Vishin herë nëse nuk të mirë, më thuaj se shkojmë marrës. Okej. Edhe kështu? Ja, fut porë në s'kojnë. Që dhe kështu të veshme? Pantalona? Ja. Ja, no. Si, lidhe të është? Ti qkoga? Unë të një dhe. Ma edhe shkëve kishtu mrapa. Sa i gjatë jetë, si më pjekës. As në dzore bojë në skellë. Inxhinier Sajmir Veria dhe inxhinier Mitrel Furgji. Në Kate Cast me doktor Skerdi Faria. Skena 1, take 1. Çak. Çak ju qaftë ujku, çak këtu me këto gjërat kështu, ja ky është çaku me këto protestat që i kemi këtu për antistres e për të ngritur ndaj dolli. Përshëndetje të gjithëve. Dhe kur flasim për Kate, zakonisht flasim për standardet e larta. Flasim për teknologji, flasim për galaksi, flasim për anije kozmike, siç e kemi bërë këtë sallë operacioni. Por ndoshta shumë rrallë kemi folur e flasim për ata që kanë bërë sherrë me mua këtu, që janë ngrindur me mua, që kanë punuar bashkë me mua dhe më tepër se sa unë, për të sjellë në jetë këtë sallë operacioni ku jemi këtu tani që po bëjmë këtë Kate Castin, është historia e dy njerëzve të punës. Kjo është një puntat e njerëzve të punës. Siç kemi ftuar edhe ca të tjerë që kanë punuar dhe do të punojnë, do të ftojmë të tjerë këtu. Ndaj është historia e dy përvojave të veçanta. Është historia e një njeriu 120 kilosh, Mitrel Furgji këtu, dhe një njeriu tjetër i çik më të vogël, 30 kilosh këtu, Sajmir Veria. Që unë i therras njërin e quaj shoku Pali dhe tjetrin e quaj shoku Adil. Ta shpjegojmë këtë për çfarë si u therras kështu. Sepse kur më keni ardhur herën e parë ju të dy në Kate, më keni dhënë atë pamjen si Pali Miska që ishte i gjatë, antari byros politike, kështu gjatë me flokët e tjerë. Edhe si Adil Çarçani, ish kryeministër dhe ai antari byros politike, po i vogël. A kupton? Ata shoku Pali dhe shoku Adil. Tani do t'ju thras me emrat tuaj, sido që të jetë. Mitreli edhe Sajmiri. Mirë se na erdhët në Kate Castin ton. Mirë se u gjetëm. Tani, si që shikoni, jemi këtu në sallë të operacionit, u kam dhënë nga një cic, këtu që të losni, ju ta fërkoni. Unë kam fërkuar, dhe më para. Vazhdo fërkoj. Atyri se je mirë. Dhe tani, për të pirë, se do na thajti që goja, kam marrë këto lëngjet e frutave, që do t'i hedhim të këto kanoqet këtu. Këtu janë inoxi, që ne përdorim për ndërhyrje kirurgjikale. Pastra besoj. Janë super sterile, janë sterilizuar para se të pi unë. Kjo ime është sterilizuar, ajo jotja, nuk e di. E lash? Ajo jotja e kemi shplari qik shumë. Ka për kemi bërë dhe autoklavë, për qysh? Po pse, por ti do t'i harqoja korrentin me autoklavë. Ta mbush dopje. Mushe. Ta mbush dopje. Mitrel, mushe dhe ti se ta përlauaj. Më marrë ti, më shme më E, po mirë po, nejse, hedh 2 hedh 3. Pra për shesh. Okej. Atëherë do të fillojmë me më të vogël. Kështu si Okej. me Sajmiri, ta fillojmë me Sajmiri. Nga je? Në Kavaja jam. Në Kavaja, ati ke lindur? Ati kam lindur në Kavaj. Më tërgoj qik. Si ke lindur në shtëpi apo maternitet? Besoj maternitet, nga thë mamaja, maternitet. Jo, maternitet. Dhe i mollar në... Jo. Fatmirësisht jo. Ka thënë që ka lidh maternitet. Okej. Me të thënë e ka, vetë sa Me të dëgjuar e ka, nuk kam Të vërtetat nuk... asnjëherë. Do të Okej, më tërgo pak për familjen tënde. Kë ke në familje? kam maman, babai më ka lënë. Marrën keq. Kam një motër që me gjithë familjen e saj nuk jeton në Shqipëri, jeton jashtë Shqipërisë. Kjo është familja ime. Ai që njoftë. Kjo është ajo që si kam si çka po. si të gjithë, më po që këta janë njerëzit e
Mamaja dhe ti me motor, dhe familja e saj. Si ka qenë fëmijëria jote në Kavaj? Në Kavajën demokratike. Besoj si gjithë fëmijërit që kanë qenë atë periudhë, janë fëmijë viteve 90, domethënë ajo ka. Ti kur ke lindur? Në 81. 81. Ah, 10 vjet më i vogël se sa unë. Domethënë fëmijë viteve 90, se do para. Duke si fëmijë viteve 50 më burr. Do më nejse, hajt. Do ta mbajmë mend. Do të ngacmoj çik tani, Do ta mbajmë mend. Keni ardhur këtu që ta hapni barkun edhe Duke na rënë këtë. Po, është ja gëzoni. Atëherë do më tregosh për fëmijërin tënd, pasi ta pish çik. Fëmijë. Si gjithë fëmijëve besoj në vitet 90 në Shqipëri. Ka qenë periudhë e keqe atëherë. Fillimi i viteve 90. Periudhë e keqe tani që e mendoj që jam i rritur. Atëherë ishim vegjël, nuk është se e mendonim shumë ose e perceptonim, nuk e them. Tani që jam i rritur mendoj që po ka qenë periudhë e vështirë. Tani që jam bërë vetë prind dhe shikoj si fëmia im sot. Edhe Mendoj që ka qenë e vështirë. çfarë shikon që fëmia jot ka dhe ti nuk e pasur dhe ka munguar? Shumë gjëra që fëmia im i ka dhe unë si kam pasur, por ka dhe fëmia im ka shumë gjëra që nuk i ka që unë i kam patur. Për shembull, çka ke patur ti që atë lirinë atë të mos futesh brenda në shtëpi, që me zor na na rrihnin, do të na fusnin në shtëpi, na fusnin në shtëpi me zor. Kurse tani duhet të nxjerrësh me zor. S'ka, është e pamundur. çfarë vjen ndark në shtëpi ti? Atëherë mbaj mend kur ishim fillore që bënim shkollën paradite, atë ku ishin vetë ishte periudha më e mirë, por kur kishim shkollën mbasdite që e mbaronim nga ora 4 duket mbaronim mësimin, nuk e mbaj mend, dhe vinim me rrshir në shtëpi. Edhe kur vonohesh që ishe bërë pisë ti nga shkolla me rroba shkolle, kërcitet e dajaku, her pas here, po. Ku s'ka raf më tepër? Si ai filmi Shpella Pirate Mamaja, kur të kishte kohë Mamaja, Me shapka apo vetëm shpulla? ka pas edhe E shap, ka shumë. pas edhe shap, ka pas. Ka pas edhe kështu armë të buta, ka pas armë të buta. Të ftohta apo të buta. Të ftohta apo të buta, kështu që vitin pas që merrni formën e Po babaj. Ka raf. baba jo, kur. Asnjëherë. Nuk e mbaj mend. Ja, e mbaj mend një herë, por nuk është vetëm për ta thënë, vetëm një herë. Po pse? Që ja solli shpirt më i tundës. Sa vjeç ishe? E vetëm ai që mbaj mend që ka vënë ti mat dorë mbi mua. Jam Mitreli Edi, se kam thënë, jam zënë me një kushirin tim. Jemi rritur, pra ishim si vëllezër praktikisht. Po. Edhe më shikon duke u zënë me ta. Edhe pika me vrap, po edhe hajde këtu. Okej. Me filarit ç'kishe, po kështu, po ashtu si fëmijë, e mbaj mend si sken tani. Ka futur një kështu me të djathën kështu. Mos të zihesh me vllai jote, bla bla bla. Oj, çao si i vogël, gjithmonë i vogël kam qenë. Kjo është që mbaj mend. Një shpull të futi. Jo, prisë s'kam mbaruar, kjo është gjysma. Gjysmë po. E dyta. Të rrau apo e rraja? Kam qenë gjithmonë i vogël. Dhe gjatë gjithë kohës kam qenë edhe në klasë fillore kam qenë gjithmonë i fundit ku ishte i para fundit ku ishte shkollë fillore. Edhe unë më rrau i thamun. Më vjen një kështu, një mbrapsht, një prash, që të bësh i zoti vetes. Ço do pa. Kaq mbaj mend nga ti matën. Po këtë të dytën ma filloi kështu mbrapsht një, pastaj pash. S'të vjen zor. Që të bësh i zoti vetes, ta që të mos rrahin më. Po. Kaq. Po ai kalamoni tjetër ishte 2 herë sa ty kështu? Më i masë, më gjatë se unë. Po. Më i gjatë, është akoma më i gjatë se unë. Kam... Po kur e mori vesh mamaja, të futi edhe ajo ndonjë apo jo? Jo, mamaja kishte këto të letat, kishte këto të përditshmet. Këto që ndodhin Po për përdit. çfarë më tepër të qortonin edhe të fusnin ndonjë shpoll? Kam qenë çik fëmijë lëvizshëm. Ti tani s'po rira halë. Jo. Kam qenë çik fëmijë lëvizshëm, kam qenë fëmijë lëvizshëm. Po këto më përsjellin këto, edhe që bëshim pisë, që loznim, që nuk vinim në orarin shtëpi që do të bënim detyrat. Që do të bëhet detyrat mirë, mos bëhet fletore në pisë. Këto ishin këto më vjen mend. Nuk ka shumë vite jemi. Kur e ke ngrënë shpullën e fundit që nuk të preken më me dorë, tha nuk rrit këtu tani pas i ka marrë. Nuk e kujtoj, pse kujtoj. Nuk të kam rrafur edhe në fakultet. Jo. Mbaj mend ka rrahur ditën e parë të shkollës, një mësuese në klasë 5. Mbaj mend. Të rrafi mësusja? Mësusja. Po. Kurse mamaja, nuk e mbaj mend tash, mos të bëj, nuk e mbaj mend.
Pse më nuk e kujtoj. Besoj kjo moshë ka qenë deri klasë Edhe 4-5. mësuesët të jepnin në kërbaq. Patjetër. Edukuese. Po jo vetëm mua. Gjithëve. Gjithëve. Besoj ka qenë gjithë brezi jonë e ka provuar në kurriz. Bëni gjimnastik të mëngjesit? Po, kam arritur. Aha. Po, gjimnastik në mëngjesit me shallën e pionerëve. Në luftë për çështjen e partisë jeni gati, gjithmonë gati. Në luftë për çështjen për pionerët të Enverit, në luftë për çështjen e partisë të popullit jeni gati, gjithmonë gati. Edhe Kjo është pas fiskulturës. Bëjë fiskulturë. Bëjë të pastaj futesh në rrjeshtë dhe futesh në klasë. Po, se paraqitej forca Edhe isha komandant. unë isha sa çanta praktikisht, ke qenë i vogël, isha praktikisht sa çanta, domethënë, isha gjithmonë gati. Çantë me kënd. Mësoje në shkollë. Ishe i rregull. Asnjëherë s'kam qenë i rregull, asnjëherë, domethënë mbaj veten time, po kam qenë gjithmonë te më të mirët e klasës. Asnjëherë më i miri, po gjithmonë kam pas të aftësi, ndoshta një aftësi personale që thithja ose nuk munduesha shumë. Po i rregullt ja, s'kam qenë gjithmonë i rregullt. Kopjoje? Ke kopjuar detyra? Patjetër që po. Në fakultet. Deri në fakultet. Deri në fakultet. Po. Më fal, po kam kopjuar po. Kopjoje nga të tjerë ti apo u jepi edhe ti të tjerëve të kopjuar? Edhe kam dhënë, po. Po ka qenë reciproke. Reciproke, biznes, win-win. Ja, win-win. Okej, në rregull. Nuk jam nga ata njerëz që thon nuk kopjoj dhe nëse nuk e di nuk kopjoj. E bëja. Për të arritur qëllimin e kam bërë. Po, zbrisin kompromise. Po, kam bërë kompromis. Është kam bërë. Nuk jam nga ata njerëz që thon se kam bërë, se ka edhe shumë njerëz që hiqen që vëm ca parime. Si di? Po jo, nejse, okay. Unë për shembull nuk kam kopjuar. Sepse unë kam qenë kështu absolut më i miri i klasës, o jepja gjithë të tjerëve që kopjonin. Nuk kam ti më shoqë për shkakun që jam i sigurt që nuk jam i sigurt që s'ka kopjuar në jetën e vet. E di dhe këtë, por që unë kam bërë. Po të shkoj pa përgatitur unë për shembull në klasë ishte down gjithë klasa, kupton, ngeli si pa kopjuar ata të tjerët një, edhe unë zguxoja dot me rianën sepse hajo drumët për të sa çaje ti. S'kam qenë asnjëherë më i mirë. S'kam qenë. Nuk kam qenë asnjëherë. Kur ke qenë i vogël, ke rënë ndonjëherë në dashuri me ndonjë shoqë të klasës, ka pëlqyer ndonjëra si kalama? Shika, se tani po si ndershëm tani se po se do ta shofi gruaja jote, i bëjmë pip. Jo, te jemi të rritur tash, kemi kaluar ato gjëra, por që jo, nuk e kujtoj, ja. Po. Besoj të më vinte në mend nëse do kishte ndodhur, nuk e di. Edhe mund të këndoj, por nuk e jap. Edhe fëmijë neve do na pëlqenin. Unë mbaj për shkak që pëlqenin ndonjë nga ato gocat e klasës, po si isha vetëm unë, po ishin fëmijë në elementare, shkollë elementare të vjeçare, kupton? Shikon, duke si më e mira, më e bukur, më kështu, më ashtu. Edhe flisim edhe me neve me njëri tjetrin, shu kalamoj, shu pa ashtu, s'merrin vesh fare. S'merrin vesh fare, po, qartë. Po ti më të rreth kemi këtu, se boll foli këtu. Unë jam nga Korça. Po, brenda. Bidon me rakita një këti. Në një moshë jam 81 me sa i miri. 81, por ti e rritur qik më të tep. Po, ka qenë më lartë ky, është leruar më mirë andej. Pa gjari Korçës. Brenda në Korçë apo në brenda në Korçë? E si ka qenë familja jote? Familja, domethënë me atë nisnim me parullën në luftë për çështjen e partisë, jemi gati, gjithmonë gati. Unë kam bërë fillore në 6 vjet, kam qenë në piano, në shkollë muzike. Deri në klasë 6. Babai në atë kohë ishte drejtori i shkollës së muzikës. Po. Edhe kam qenë sistematik, në shkollë kam qenë sistematik. Mësove pianon të paktën apo jo? Po, për atë periudhë mirë, po pastaj e lash sepse ishin kushte shumë të vështira, domethënë. Imagjinoje ti vitet 90, 91, 92, pianoja kishte një gjë që ti bëje shkollë për shembull deri në orën 12, 1, ikje një në shtëpi. Po. Pastaj ktheheshe prapë për të studiuar. Me klimin e Korçës -10, -12, shkolla pa ngroje. Ishte e tmerrshme. Pastaj nga klasi 6 fillova të bija nga lëndët e tjera, për arsye se fëmijë allakateshe, ik në shtëpi, ktheu, ik prapë në shkollë. -10, -12 gradë shkonte dimri. Po. Edhe ishim -5, -6, -4. Ti besoj e mban mend? Po, edhe shkollat tona. Vitet 90, 91 ishin të tmerrshme, mbaj mend ato dritaret me kasa druri dhe me ristela tolla fare me thumba që vinin xhama. Ai xhami thyej, po ku kish xhama? Që ta zvendcoje, merrje qese, plasmas, ingjisje. Klasat e studimit, tilla ishin.
Vija ty thash. Me çfarë shkruanit? Shkruanit me stilolaps juve apo me pen Jo, dhe me kalamar? ato ishin blije rezerva Po, rezervën. dhe kishe trup. Po, Stilolapsi. Po. Stilolap. Ishin ca metalike kështu. Hekuri. Unë mbaj mend që në kohën time, ka që jam 10 vjet më i madh se sa ju i 71-shit, ne kemi mësuar abetarin të shkruanim bukur shkrimin që keni bërë edhe ju me pen, Me pen. që ngjyej në shishën e Po. bojës. Jo, dhe unë kam bërë to, po që Edhe- ka qenë për eksperiencë për ta provuar. Ja, ishte Po jo për si ta kishte provuar, detyrë. po jo se. Këto penat nuk shkruanin mirë fillimisht kur e blej majën e penës, që e lidhje tek pena, tek bishti, nuk shkruanin mirë dhe ne duhet i digjnim me shkrepse, majën e penës të digjej metali, nuk e si që ndodhte, oksidoj. Nuk e di. Edhe pastaj fillonte edhe shkruante mirë. E ti imagjinoj, Do ta lidhet edhe me pemë duke që të mbante edhe bojën, që të ha? mbaj çik bojë më tepër. Edhe ti me një herë të ngjyrë nuk arrije të mbarojë një gërm. Gërm, po. Po, më njëherë të ngjyrë prap, shkruaj gërmën tjetër, ngjyrë prap, derisa të shkruaj, të mësoj. Dhe unë edhe sot e kësaj dite bukur shkrimin e mbaj mend dhe di të shkruaj fjalët, gërmat, ashtu siç e kemi mësuar në Jo, edhe unë abetare. mbaj mend. Edhe unë mbaj mend. Ti- Unë mbaj mos e shkruaj dot. Jo, unë di të shkruaj. Ti shkruaj. Po mama ime shkruan bukur shikimes bëj, nuk se bëj dot. Po. Unë s'di kam harruar të lidh, di që se si lidhen si bëhen, po që nuk. Jo, edhe unë mbaj mend. Jo mbaj, më mbaj, po nuk Këtë në i familje Mitrel. Maman. Maman? Babai më la në 2022, Ah. para 3 vjetësh. Keq më vjen. Po vëllezër motra apo çuni vetë? Unë jam fëmija i dytë, Po. kam një vëlla më të madh, një motër më të vogël. Okej. Dhe kur ishe i vogël edhe ti haje dru si punë e këtij apo ishin të urtë prindit e tu? Jo, shpollën do ta hanin patjetër. Po ishte edukuese. Më thënë, beshe, vjen në shtëpi, vinin prindit nga puna, të shikonin ty duke u bërë gati për të dalë për jashta. Vet. Ku po shkon? Po do dal. Po ke për nesër i kam mbaruar të gjitha. I ke mbaruar, po çka ke nesër? Biologji. Merre çik biologji. Merre pak biologjin. Një pyetje, të këmë mësimi e këtë. Një pyetje të parë. Bë, Çka ke nesër? Biologji, fizkultur, muzikë, po pundore, pundore, punë me dru. punë me dru. Edhe i vetëm biologjia pyet. edhe ekonomi ka qenë një lëndë ekonomi, ekonomisht pjake më duket. Ka qenë një ekonomist Po, pjake. më duket se pas Ka qenë dhe një ekonomist pjake, mbaj. e Mbaj klasën që edhe nuk të lini të dilje. Jo, në qofë se ishte e tillë situata normal që s'm linin dilja. Duhet të mbaroje mësimet, pastaj të dilje. Detyrat. Po, ato grupet e patronazhit i keni kapur juve? Jo patronazhistët sot, të merrem me vesh grupet e patronazhit. Pra, paktën në kohën time funksiononte që një nxënës i mirë pas mbaronte mësimin në orë 12:30. Okej, do rrim deri në 4-5 neve 6 në pasdite, sepse nxënësit e mirë çiftozoheshin, si thuheshin, ndihmonin nxënësit e dobët. Për shembull, merja përsipër një apo dy të tjerë që ishin të dobët dhe kisha detyrë unë që tu mësoja këtyre lëndët ku kishin vështirësi. Po me matematikë, me fizikë, me gjeografi, me histori, me gjitha këto Po, gjëra të tjera. i kemi kap, po. Unë kam pas në patronazh. Po, Një ke nga pasur shok- ti. Një nga shokët e mi të ngushtë prapë, që sot do të ndodhet jashtë. Po. E mësoj ti atë? E mësoja unë Ai, atë. pra, pas ke qenë Jo mirë. mbaj më që kishim qirinë në bankë, që do të thënë një nxënës i mirë, një nxënës i dobët, Jo, jo. dhe gjithmonë ka pas një kështu, po se kujtoj këtë punën që të Po, kisha po, të rija pas të caktonin, të caktonin. Domethënë Se ajo e kujtoj. dinte mësuesja që Se kujtoj, ku e kishe shtëpinë ti, ku e kishte shtëpinë ai që ti ishe afër, edhe të thoshte që ti bëni detyrat bashkë. Po kjo në 8 vjeçare, jo më pas. Po, në 8 vjeçare. Vjeçare, që unë mbaj të fillore fare ndoshta klasë Klasë 5, 6, 6 maksimumi, jo më vonë. Në Jo më vonë. në 8 vjeçare. Biles ka pas qenë edhe një gjë tjetër që bëj aso kohë. Dilim si patrulla ne nxënësit e mirë me turne, na i caktonte shkolla dhe kontrollonim në lagjet e Ballshit, se unë jam rritur në Ballsh. Kontrollonim aty nëse nxënësit nga një orë e caktuar deri në një orë të caktuar ishte koha që duhet të rinë në shtëpi dhe të mësonin. Dhe nëse këta i shikonim jashtë neve që britim, duhet i mbanim shërnim kush ishte, edhe të raportonim si spionat të Ju i keni kapur Jo, me gjëra jo, për këtë Ja, jo. ja, I këtë jo. kur ke ngrënë, kush ka rap më shumë, nëna apo baba? Babi e kishte kështu kur i natosej të kapte këtu.
Vetëm kaq. Po, Këtu. të dhimbë aty më. Shtrëmbrohesh. Kurse nëna të fuste, pllem, normal. Shapka po vetëm pllem. Jo, pllem, jo shap. Jo me armë të ftohta. E mbaj mend të fundit fare kur ke ngrënë dru, ka nëna baba apo ja. Jo, nga papa nga nëna, era e fundit mund të ketë qenë një herë në gjimnaz kam përshtypjen. Po. Çe, vetëm gjimnaz ke ngrënë një kështu. Ka qenë Ndoshta vit parë ose vit dytë ndoshta. Kështu ka qenë. Domethënë kam pasur një shok që e kam akoma, shok të ngushtë e kisha edhe në pallat. Po. Me fjalë edhe ishte një natë që jo do ik do flej nga shoku nga shtëpia e shokut tim që ishim në një hyri, domethënë një hyrje natante, ishim në të njëjtin pallat. Po. Jo do rish, jo s'do rish, jo do ri, jo s'ri, unë me kokën time shkova që të rija andej tek shoku im. Edhe vjen në dark troket normal, se s'kishte atëre telefona kështu. Vjen troket atje. Të thash ta vish në shtëpi dhe erdhi për të thënë që të thash që do vish në shtëpi, nuk do rish këtu. Dhe na shikon, ne kishim mbushur me një gotë verë. Sepse ata bënin verë vet. Ishin kështu veshta kur pashu, tek pi dhe alkool. Sot nuk bëhet fjalë që të pi dhe alkool fëmijët me dorë. Sa fëmijë ke? Kam një gost vogël. Sa vjeç është? Do 7 vjeç për 2 muaj. Ta kesh me jetë. Po ti Mitrel? Unë kam dy goca. Sa vjeç janë? Goca e madhe është në vit fundit gjimnaz. Po. Është bën 18 tani. Po. E vogla është 13. Po. Vjeç. Edhe këtë vit e kemi muaj vit sulmi me provimet e maturës. Po. Është mëse normale tani. Kanë ato impenjimet edhe provimet e maturës janë të ndryshojnë, ka gjithmonë në çdo fazë të fëmijëve ka shqetësime të tjera, ndryshojnë ndryshime ditë pas dite. A keni fotur ndonjë shkollë fëmijëve ti jo e vogël fare. Ja. Po ti ja asnjëherë. Po gruaja jote? Jo. Jo asnjëherë. Asë jote. Nuk ka ndryshuar kot, nuk bën. Kanë ndryshuar shumë. Po nga bile dhe mamaja që atëre na fuste shpulla ne kur vjen puna te mbesat e veta, edhe ne na thot se mos i ve dorë, po pse ti çka ke bërë? Besi themon mos besi bejo. Gjyshrit janë totalisht ndryshe. Kur je gjysh, ka tjetër pikë referimi, besoj, prandaj ndoshta ndodh. Kanë tjetër, nuk e di. Zbuten shumë. Unë i haja nga të dy, do thonë kam patur mësues, babi drejtor i shkollës ku isha, mami ka qenë mësuese e shkollës e pastaj kaloi në gjimnaz ajo, kështu që e gjeta aty më edhe në gjimnaz. Dhe haja dru do thonë edhe kur merja ndonjë nënt, sepse sipas tyre, nëse unë merja nënt nuk isha mësuar, do t'i vjellu kërri. Po, ashtu. Do të bëhet përgjegjësi. Edhe kanë ndryshuar shumë. Ne pastaj në Korç në gjimnaz, pasi marrëm 8 vjeçaren, ka qenë periudha që edhe filluan të ndryshonin tekstet e shkollave. Po. Domethënë kishin filluar të dilnin tekstet e reja. Dhe në Korç u formua një si klasë eksperimentale, pra u zgjodhën nxënësit më të mirë të 8 vjeçarëve dhe formua një klasë gjimnazi që të ishte si eksperimentale për të bërë mësime të dyja tekstet. Edhe me programin që ishte aktualisht, po edhe me tekstet e reja që do dilnin. Dhe unë kam qenë në këtë klasë në gjimnaz, në përgjithësi kemi qenë të gjithë nxënës shumë të mirë në klasë. Të gjithë. Edhe ka qenë kohë shumë e bukur se ne bashkëvepronim shumë, domethënë për një problem fizike, matematike, secili punonte i pavarur në shtëpi, por ndërkohë komunikoni me njëri tjetrin, si u bë, si doli, ose po e bëj dot deri këtu kam arritur, po si duhet bër. Dhe kemi bashkëpunuar gjithmonë. Dhe këtë gjë e kemi vazhduar edhe në shkollë të lartë pastaj se në një grup kemi qenë me Sajmirin. Në shkollë të lartë keni qenë bashkë. Po, bashkë. Që në Fernandë. Po, që në Fernandë. Edhe në shkollë të lartë kishim këtë grup që shkëmbenim informacion me njëri tjetrin. Edhe na ndihmonte shumë. Çfarë mban mend nga fëmijëria jote ndonjë diçka të ndonjë ngjarje të trishtuar, ose sidomos kur ishin ato vitet ndoshta adoleshenca, 97, 98. I mbani mend do thënë dua edhe nga ti edhe nga patjetër ka shumë. Çfarë keni parë? Dhe mbaj mend të radhën e qumshit në 3 mëngjesit. Po. Radhën e vajgurit. Radhë për sheqer, ose ato kur për bukë që
Domethënë si ishte keq për bukë në 96 mos gaboj. E ke vojtur nga uria? Ke ndonjëherë pa ngrënë sepse s'keni Po në atë pasur kohë nuk ishte me tallon ajo një bukë në ditë merri ti. Po. Në atë kohë. Një familje. Një familje, 5 një veta bukë. ju, një bukë në ditë. Po, Ka këto bukë 40 që. o 40. Dhe mbaj mend që hyja aty në radhë për të marrë bukën se bëj radha të merr. Ti ishe unë 10 vjeç. Sa ishe aty në radhë, kur dilje, pasi kishe marrë bukën, kur dilje ishe shtypur aq shumë të sa i kishe bukën kështu të shklyer. E të mërshme ka qenë ata. Jeta ka qenë Ishte edhe. Një dyqan buke ishte. Një ishte. po Në një lagje ishte. Po një dyqan buke, një furr buke, një qepite, çdo që ka një më ka qenë. Kam thënë një gishtat, ka qenë ratë për sheqer. Edhe prindërit ishin në punë, kisha gjyshe, më thonë mua që shko mbaj radhën se sot do vi sheqeri, nuk isha ardhur akoma, po shko ze radhën. Fëmijë isha pra. Mja 10 vjeç mund të kem qenë. Edhe në dyqani ushqimores, gjithë ditën atje, prit aty dhe normalisht isha ndër të parët në radhë. Pa ma isha i vogël kur erdhi momenti që erdhi sheqeri, aty u mblodhen të merr shumë njerëz. Dhe hapi derën ajo shitja që do fuste sheqerin brenda në dyqan dhe në momentin që e futën dhe do ta mbyllte një derën sa të bënte gati vendin për të shitur atje. Kur mbyllin derën u fut duart tek menteshat dhe mbyll derën dhe mze gishtat atje. Kjo ka qenë një që se harroj. Më janë bërë këto 4 gishtat u copat. Po në 97, 98 që plasën ato rrëmujet që plasën dhe që u shka për lysh shteti dhe atëherë Në shtëpi kemi qenë. që ishte krismë automatik ku e Pas vrasin. diskutohet fare, ka qenë rreth mërshme, ka qenë. Ne kemi pasur afër shtëpisë sa magazina që i thoshin si vinin mallra greke aty. Dhe ato përdoreshin edhe për të shpërndar ndihmat kur vinin ndihma. Po të kujtohet që vinin ndihma. Po. Dhe ato u shpërthyen nga grupet që formoheshin aty me armë. Bomba, armë, shërtem në aty xhamat e shtëpisë nga bombat. Atëherë në atë kohë. Prodhunimi ka pasur atëherë, grabitje, Patjetër, rrëmbime, po. të vajzave të re që merrin çonin në jashtë shtetit për prostitucion. Po. Dëgjoheshin po, dëgjoheshin. Kavaja si ka pas qenë atë periudhë? Si çdo qytet tjetër i Shqipërisë, më? Çdo qytet tjetër i Shqipërisë. Do të që ndryshe nga ato vendet që jemi dhe afër detit. Ka qenë një periudhë që kjo ka qenë periudhë e skafeve. Edhe ishte piknisjeje, që vinë edhe nga vende të tjera dhe ka qenë problem, ka qenë problematik, ka qenë. Kemi qenë gjimnaz atëherë, pas siguria gjë ishte. Tani që e kujtoj për me trishtim e kujtoj, kur e kujton. Po që armës kemi fut në shtëpi. Ne për shembull, ato fare. Kishe nga ata që fosin ardhë në shtëpi. Po patjetër, edhe për patjetër. Vinte furgoni para në mes të sheshi pallateve, vinte hapte furgoni me armë, vinin gjithë merrin armë. Që sheshit fare. Po. Ato ditë e para mbaj mendon, erdhi furgoni në mes të pallateve, hapi atë dhe vajtën gjithë, çishin të lagjes gjithë, merrin nga një armë nga një gjë. Si për të lozur gjëja. E kur e mendon tash dhe ne s'na la, se edhe ne fëmijë, të marrin. Jo, s'na la babai në asnjë mënyrë. Po si familje, ishte familje të ishe familje patriote apo përsekutuar? Do ishte familje kështu me biografi të mirë, siç e thuaj asaj kohe. Biografia cop, unë panë pas cop nga të dy, edhe nga mamaj edhe nga babai. Pse? Armiq keni qenë. Armiq. Po, armiq kemi qenë. Armiq. Babai mamas time ka bërë 23 vjet burg. Gjyshi yt nga ana e mamas. 23 vjet burg. 23 vjet burg. Kur ka hyrë mren edhe kur ka dalë di gjë? Më duket ndoshta më ka vdek në 87-ën, nëse se mbajmë gabim, edhe një ndoshta ka 85 do të ketë dalë. Ja 2-3 vjet para se ditë, pastaj vdik, një 2 vjet pasi doli të vdiq. Po pse ra brenda? Nuk ka qenë kështu për agitacion e propagandë, nuk ka qenë. Nuk e di, nuk jam shumë i sigurt. Po. Ka qenë Çfarë punë ka pas bërë? Ka qenë shitës, nuk ka qenë, ka dalë suficita, deficita, diçka e tillë. E do ta bëni shembull se ka ndihmuar luftën, Ty në paradokse që kur gjën në familje, si shembull se ka ndihmuar luftën. Gjatë luftës familje. Gjatë ka ndihmuar luftën. Po. Tani u çlirua, tani
kur gabojnë edhe këta që na kanë ndihmuar, Po. do t'i bëjmë shembull që edhe ju tjerë do t'jeni Lufta e klasave asa Po. po. kurse ka babai, pastaj ka nga që ka pas një me që ka qenë të persekutuar, ka Do të qenë thënë nuk mjafton vetëm të kesh ndihmuar në luftë, do Ja, të bësh ja, më tepër. Po. Domethënë. do ta bëni shembull edhe ju që ta keni ndihmuar keni. Po të gaboni, se ka gabuar, po të gaboni, edhe ju do meritoni do dënoni sipas rregullave që kishin vënë. Pra e mban mend ku ka bërë burgun apo si? Ka bërë edhe në Spaç, më duket? Po. Më duket ka bërë edhe në Spaç. Edhe më duket vitet e fundit ka bërë në Borsh. Ka thënë familje që thënë mamaja në Borsh që ka bërë vitet e fundit. Po, juve keni qenë të persekutuar, pra të internuar, mamaja. Ja, fëmijët e tjerë, ja, apo jo? fëmijët, ja. Se ishte kjo, po nuk ishte bërë ky favor që kanë ndihmuar, aq sa ka mund të kenë ndihmuar kohën e Ajo, luftës. ndoshta për faktin sepse nuk ka qenë për Për agitacion agitacion e propagandë. Jo, nuk ka qenë për Po, agitacion e po. propagandë, nuk ka qenë për agitacion. Pra ai ka dalë deficit në punë. punë Unë, suficient. çita diçka, nuk jam i sigurt, mos të gënjej, mos të Po. flas kot, se të biseda që dëgjoj në mënyrë sporadike edhe nga familja, që dëgjonin më atëherë, edhe tani Nuk e ke Jemi pyetur shpër- ndonjëherë maman për kuriozitet për gjyshin si që është tek shkreti apo si. e kam pyetur vonë, po që nuk kanë qef të flasin edhe për ato kohra, nuk kanë dëshirë, nuk duan t'i kujtojnë. I kam vojtur shumë. Po i kam thënë se ka qenë gjyshi im ka qenë fëmijë vetëm. Pa. Ka pas asë njerëz të tjerë. Domthon që mos ta zgjatë shumë stërgjyshës time, ti jam as ati, Po. ka vdekur një 13 fëmijë. Ky ishte i fundit Ne. që kishte jetuar dhe ky ka lindur shtatanik, ka 23 vjet burg, imagjino çfarë ajo nën për atë, pas lotë. 10 fëmijë. Po 12-13 fëmijë i kanë vdekur. Ky ka qenë i fundit që ka jetuar. Edhe i shkreti përfundoi në. Dhe përfundoi në Postë Mberit. Prandaj histori që nuk kanë qefti, pse nuk i tregoj me as me kujdes, as me dëshirë, jo, nuk i tregoj. Po ti si ke patur. Jo, nga mamaja gjyshi ka qenë ushtarak, oficer. Po. Ah. Gjyshi nga babai ka qenë zdruktar, ka qenë mjeshtër. Okej, dhe nuk Nga- kam patur fatin e keq që Njerëz punëtor, po. gjyshi ka qenë, domethënë si kryesor i Korçës për punën e zdruktarisë. Më mend gjithë ato grilat e drurit që janë ato objektet e vjetra në qendër të Korçës, gjithë ato grilat e drurit, Po. gjyshi im Ah. i ka bërë që atëherë. Ah. Ishte mjeshtër. Kishte bërë shkollë në Itali për zanatin. Po. Në fjalë shkollë profesionale. Që para luftës. Ai fjalë. Edhe nuk kam pasur, kanë qenë njerëz shumë, nuk është marrë fare me politikë, bile nuk me mbaj mend gjyshin që nuk shpreh asnjëherë. Po, jo, Asnjëherë, asnjëherë, atëherë asnjëherë, s'ishte asnjëherë. nevojë të merresh me Fare, politikë apo të shprehsh, aty dikte një fjalë Jo, goje fare. dhe kështu Kështu kohë gjatë që daj- luftës ishte marrë me këto me njësitë guerile dhe me këto. Po. Kishte qenë si tregonte dhe nuk tregonte shumë në fakt. Ishte marrë me këto, ka qenë edhe te kur i dënoi Zogu këta në burgun e Beratit, Po. ka qenë aty. Pastaj me pushtimin e Italisë, që u hapën burgjet, ikën dhe që atëherë s'është marrë me Po, pas është me përmi. Çfarë ndër ke patur kur ke qenë i vogël? Çfarë deshe të bësh kur të rritesh? Pilot, Pilot ku ti. isha i vogël, ku isha i vogël. Ba me ku isha filluar. Dhe mba mend pilot, avioni, gjuajtës bombardues B-52. E mbajmë. Po, i njihshi këto apo kishe dëgjuar si? Mi kisha gjënë për lajmin, po që dia kisha ide që është një avion shumë i madh, më duket ka qenë një ndër, ka qenë B-29, që ka hidhur bombat atomike në Hiroshima, ndej këto avionet e mëdhenj gjigant. Nuk është ajo pia freskuese B-52. Jo. Po, Jo, po di, kujtoj më vjen si flesh pas se ku isha i vogël, kam qenë shumë i voçkë la, nuk e di. Do kem gjënë në një lajme në një gjë që ka ngel mendje dhe do bëhem pilot. Po ti Mitrel ç'a ndër ke pasur? Unë isha shumë i apasionuar pas shkencës, kisha qef fizikën, matematikën dhe muzikën pastaj, po sepse kisha bërë dhe shkollë më përpara. Basketbollin kishte moment që u fiksuam shumë pas basketbollit. Pa? Po desha kam luajtur shumë basketboll. Po por 4 vjet kështu vënçe. Po edhe un kam luajtur Po, shumë, volejboll, basketboll, futboll më pak. Edhe boks bëj unë. Po që edhe me shokët që kishim në gjimnaz që rinin më afër, shumë bënim shumë biseda shkencore. Për galaksi, për yjet, për këto që dhe juve i shofqini i apasionuar.
Edhe kemi marrë pjesë në olimpiadë fizike, olimpiadë matematike. Po si vendose që të filloj këtë zanat, këtë fakultet të inxhinierisë? Shumë i vendosur isha. Domethënë si kështu është krijuar, domethënë si fiks inxhinieri ndërtimi është krijuar në fund, në vit 4. Po patjetër që do ishte një nga inxhinierit. Unë kam konkuruar dhe inxhinieri elektronike, i kam fituar të dyja, dhe inxhinieri elektronike dhe ndërtimi, dhe zgjodha ndërtimin. Edhe për arsye sepse ishin vëllezër apo motra të shokëve që kisha në klasë, të cilë ishin më të mëdhenj dhe ishin në shkollë të lartë në Tiranë. Dhe aty kishte shumë që ishin për inxhinieri ndërtimi apo inxhinieri elektronike. Themi edhe në aty ndjeshim mirë. Edhe vendose. Po disa mirë si vendose për inxhinieri apo zgjete avion që ta Jo. Ishte konkuruar në inxhinieri edhe në ekonomik, dy fitoi edhe ndenja në inxhinieri. Atë një arsye, që ishim afër shumë italisë. Ajo zona jonë në Shqipërisë mes mandej gjithmonë shumë filo italian, domethënë. Edhe pjesa më e madhe e nxënësve kur nuk shkojnë në shkollë të lartë, do shkonin në Itali, shkonin refugjat. Po. Thjesht shumë pragmatik, për mos të filluar të punoj në ndërtim që 18 vjeç. Se kur shkojnë në ndërtim do punoj, atë që punonin gjithë kur shkonin fillim e tyre gjithë ndërtim punonin. Si edhe punë mirë paguar, po që edhe s'kishte nevojë pas për gjuhë, as për një anë profesionale gjë. Si për mos punuar që 18 vjeç. Se kanë qenë çiki voçkël edhe kanë të punës të përshojnë shkollë të lartë. Të them kjo ka qenë dileme e madhe në fakt në shkollë të lartë. Ishte taksative. Të mbaroj gjimnazin, do ikë nga ku do shkoja. Aty s'do rije. Kishte shumë studentë në fakt që mbaronin vitin e parë ose të them të dytin e linin shkollën dhe iknin në emigrim. Nuk e përballonin dot. Po, edhe unë kam patur, kur kam bërë fakultetin mjekësisë, kam filluar në 89. Dhe kur hapën kufit, aty filluan studentët cilët lanë vitin 90, 91, 92, filluan duke lënë fakultetin edhe duke ikur në për Greqi sidomos, pastaj ndoshta edhe dikush tjetër edhe në Itali. Ke punuar kur ke qenë i vogël apo? Ja, i vazhduar. Puna e parë, kur ke filluar punën e parë? Çfarë punë ke bërë? Kamarier, kam qenë në fakultet. Periudhën e verës. Të mbante familja në fakultet me lek, me veshje, me ushqime gjitha apo? Atëherë, aq sa mundesh i familje kisha të kotën. Unë kisha javore, ata kishin mujore, unë kisha javore. Se shkoja më çdo javë shkoja në Kavaj, shkoja në shtëpi, ishte më afër Tiranës. Kisha të kotën, që kanë pas gjithë studentët kanë pas të. Po punoj gjatë verës. Kam punuar vit 2, vit 3, vit 4 shkollës së lartë, kam punuar gjatë verës kamarje. Edhe atë punëdhënësit tim të parë, sot e kam mik, më shumë se mik, kemi hyrë dalje si vllai i madh po themi, e njeh mitrele, një familje, njoh gjithë njerëzit më të afër e njohin, punëdhënësit tim të parë. Ishte lokal. Po ka lokal, ka 2 hotele sot. Po, bravo. Po ka 2 hotele sot. Ai ishte shoku ngushti i djalë xhaxhait tim, edhe më mori mua si një ndër të shumtit. Po. Po që kisha afrimitet, jam dhe si natyrë që ngjis. Plus që kisha rritur. Me njifte, dje kush ishte, edhe kur rrita, hajde, futu dhe ti këtu me këta. Punoja gjatë verës, që bëni para pasaj që vinë shkollë të lartë, gjatë vitit. Edhe më ka bërë shumë mirë. është një periudhat, e kujtoj her pas here, se bie biseda edhe me atë, edhe me shokë, edhe me miq, bie biseda që më ka bërë mirë, ka qenë shumë e vlefshme. Më kam mësuar të flas, më kam mësuar të komunikoj, më kam mësuar të suportoj njerëz, kam mësuar që ishe i pavarur, ishte puna, familja ishte në Kavaj, 5 km larg Kavajës ishte hoteli, nuk ishte larg. Shkoj në këmbë. Që më fli atje. Fleti. Unë 3 muaj të verës, më shpesh gjatë shkollës shkoja në shtëpi, ku ishte gjatë shkollës, një javë se 3 muaj të verës 2 herë shkoja në shtëpi, nuk shkoja. Aty rri, aty lashim, aty vetëm kur shkoja në shtëpi merr në Europë në gjë. Tërkohën aty. Punonim, bënim. Aty kam bërë miq, kam bërë mirë, kam bërë shumë mirë. Kam mësuar të flas, të komportohem, të presion me gjumë, pa gjumë, me lek. Punoj shumë. Punoja. Nga cila orë në cila orë? Kur filloi punë? Atë ku isha turni 2, merreshe puna besoj ora 2-3 do të kapnin turnin e drekës, se ishte shumë njerëz, ka qenë periudhë që ka pas shumë njerëz. Kishte klient 3-4 mëngjesit. Deri në 3-4 mëngjesit. Po. Ka pas klient që i jepi drekën, i jepi edhe darkën, që ishin pjesë të hotelit. Po.
Po rinë deri vonë. Po vinin- Po ti Mitrel kur punë e parë që ke bërë, e bën mend? Ndoshta në klasë 7 ose klasë 8. Çfarë punë ke bërë? Në pazar kemi shitur aranxhata. Dinje Vlla ishte vet? më i madh, Ati me vllajën, po. po, vlla ishte më i madh, rinte në një pikë më shumice, kurse unë që isha më i vogël, kisha ato me akull edhe shkoj aty afër ku ishin tregtarët që vinin nga tër fshatrat edhe këto bëj pazari i bëj i madh pazari në Korçë. Po ishte kështu më Gjatë verës? gjatë verës. Ishte problemi ne apo shkoje vetë, ti shë vetë. shkonin vetë sepse domethënë ne ngeleshim ktheheshim nga shkolla, nuk kemi pasur një televizor për parimi. Po. U prisha i shkreti, televizori. Shkreti. Edhe ne ngeleshim në përkomshinj. Kështu ishin në tërë hyrjen tonë pallatit, mund të ishin 3-4 familje që kishin televizor, se tjerëve ju ishte prishur, mundësi me ble, s'kishte, se ishte dhe periudha që si shndroheshin sistemet politike, iknin prindrit nga puna. Po. Ka ndonjë ndonjëherë pa punë prindit e tu? Po patjetër, Po pse? jo të dy njerësh, po si shndroheshin sistemet politike, sipas mendjes, Dhe i ishin nga puna. ishte nga puna. Pra vinte një parti, Po. vinte PD-ja për Ishte shkakun, ishte PD-ja, nga puna. ishte njërin. Ishin me PS-n ju ishit komunista ju, si thua? Komunista, në përgjithësi bindje të majta Po. kishin. Nuk është që ishin shumë politik si Si njerëz fare. Njëri donin të punonin të. Por që kështu ndodhte, dhe kështu i ndodhte edhe komshiut në gjetur. Po. Edhe, domethënë vajti viti 93-94, ne mblidheshim kalamajt tek shtëpia e një që kishte televizor, mblidheshim kalamajt e 3-4 shtëpive të shikonim një televizor, e kupton. Po. Dhe tham, pastaj si ta bëjmë se ishte punë, gjithmonë na kërkonin prindrit në përkomshinj. Sa ju futëm pastaj me vllajin nëpërmjet një komshiu aty i cili ai kishte filluar merre me tregti, me pije, me soba, me lloj-lloj çfarë s'fuste ai. Dhe filluam me atë. Unë isha më i vogël, shisja aranxhatat, vllai punonte në pikën e shumicës ku shiste ai, edhe punonim gjatë gjithë verës. Si ka pas Bile bëjmë atë rrugën kur ktheheshim për shtëpi, pasi mbaronte pazari, vija atë një pikë tjetër, i merja steka me cigare dhe ja shpërndaja dyqaneve rrugës duke ikë për shtëpi. Po, bëj punë tjetër. Kishte bler televizorin? Shaqira ato cigaret Jugoslavia, të kuqe. Kontrabandist cigaresh. Po Po jeta studentore, si ka pas qenë? Konvikte, këtu në konvikt Po. tek qyteti studenti, keni... Jo, ne kemi ndërtuar tek Kemi inxhinieri ndërtuar ndërtimit. tre- Ah, po, vjet. inxhinieri 3 vjet e inxhinieri ndërtimit, 1 vit në qytet studenti, sepse u futën në rekonstruksion Godina, pastaj vitin e 5 prap këtu. Kthym prapë, po kthym prapë në dhomë atë. Si ishte? Sa veta ishin në dhomë? Ju të dy ishit bashkë në një Jo, dhomë? jo. Jo, komshinj. Komshi. Po. Se ai ishte kat 5, unë isha kat 6. 3 vetë Tre, kemi qenë, tre vete, 3 tre vetë kemi Tre qenë, vete, 3 një vetë. dhomë. Vetë vit 5 u bëm 2. Po vit 5 u bën 2. Vit 5 u bëm 2. S'pas keni qenë shumë veta në dhomë. Unë mbaj mend vit parë, unë isha më kishin rekomanduar, kisha miq, e kupton? Edhe daja im nëpërmjet një mikut vet, arriti të më sistemonte një dhomë të vogël që ishin 3 veta. Po në vit të parë në fakultet mjekësisë ishin dhoma edhe me 12 veta. 12 veta me krevat marinari. Një dollap i vogël, ku mund të ishte një 2 metra dollapi, ku të 12 neve do fusim plaçkat tona aty. Është Te unë isha me studenti fat. ka qenë një dhomë Që kështu. një dhomë ka Një qenë. dhomë ka shpejt. qenë, ka qenë çunat nga toni. Po prapë ishin 12. Kam Vetëm pas ai ka qenë dhomë, madhe si mbam, ndos. Kam pas Ka qenë qenë dhoma dhoma 3 kaçës ka pas, 43 ka pas, ka 3, 43. gjithmonë 3. Kurse ishin godinat e reja të fakultetit mjekësisë, ku është farmacia 10 aty tek Unaza, ato ishin 4, dhoma 4. Dhe unë vitin e dytë arrita të spostosha atje dhe të merrja një dhomë 4 me ca. Nga 12 katër, do të thënë ishte diferenca. Unë edhe vitin e parë isha dhomë 3, Treshe, po. Po të tjerë do të thënë ishin 8, 10, 12 ishin edhe ishin. Nuk ishte kollaj atëre aso kohë. Po nejse më. Është rinia jonë që kemi kaluar aty. Ju me njëri tjetrin jeni njohur fakultet të inxhinierisë apo jo? Po si u njoh cilin kjo dashnia ishit në të njëjtën klasë apo E kam pasur dhomën si për dhomën së Sajmirit. po? Edhe bëj zhurmë, ti edhe ky nxefe. Plus që shok që kishte Sajmiri në dhomë, i kisha unë në klasë, Klasë. në shkollë ishin paralel ne. Ishin Ah, paralel. okay. Asnjë s'kam qenë Kemi qenë në një klasë. asnjë klasë. Dhe nga që
Atë një nga shokët që të dhomës Saimirit ishte në klasë me ne, filluam hyrje daljet, se normalisht shkëmbenim informacion, djem shumë të mirë gjithë, pa përjashtim fare. Dhe filloj që atëherë njofti atë kemi shkuar shumë mirë, shumë mirë. Ne kemi qenë një grup çuna që kemi shkuar, kemi qenë një grup. Kur mbaroi fakultetin çfarë puni ke bërë? Kur mbaruam fakultetin, kanë qenë nga vitet më të vështira. Çfarë viti ke mbaruar? 2004. Po. Sepse po mbaronim, ajo ëndra jon që po marrim tituj, po bëhemi inxhinier, po bënim kështu, po ti je mbaruar edhe Mori cop kartoni aty, edhe. Çfarë do bëjmë? Mbaj mend që filluam punuam, u vetë ofruam në një firmë ndërtimi bashkë me një koleg tjetër. Kemi punuar 3 muaj pa rrogë atje, vetëm që të na shifte. Po. Ai kemi punuar, kemi bërë goxha, punë kemi bërë betonuar gati nga 2 kate, 2 soleta, 3 soleta, mos gaboj. Dhe pastaj u mbajtëm në punë. Pastaj vajtëm i tham që të vazhdojmë do na lidhe do një rrogë, i tham apo jo, sa s'pranoj, ju jeni shumë të rinj, po të rinj ashtu, jo, s'pranoj, ikëm zhgënjim total. Po. Merr. Po pastaj? Pastaj fillova në një firmë tjetër, profesor i nderuar. Domethënë me rroga 220.000 lekë më pas rroga. Thjesht isha në marrëdhënie pune. Sa orë në ditë punoje kur ishe pa rrogë? Nga mëngjesi në darkë. Sepse fillonte betonimi, të themi, do fillonte betoni, po betonimi nuk ndërpritet, po s'mbaroj, nuk e ku shkon. Mund të rinje deri në orën 11, 1 natës, derisa të mbaronte betonimi, pastaj ikje. Dhe kur e filloi në mëngjes, në çfarë filloi në mëngjes? 7:30. 7 mëngjesit ishe atje në punë dhe shkonte deri 1 natës. Filloi porositek, sa nevojat e kantierit që ishin gjitha. Po ti se mirë. Puna e parë që ke bërë? Puna e parë po rrok 300.000 lekë si gjithë, por unë kujtoj me shumë nostalgji them. Unë ka pas fati që kam kaluar një projekt shumë të mirë. Unë kam bërë projektin në 2004, sot jemi në 2026, në para ishte 2 vjetësh edhe vështirë kem bërë më projekt si edhe duhet një kohë gjatë që të bëj një projekt si ai. Aq i mirë, aq protokollar, siç duhet ndërtuar. Unë kam bërë që në 2004, që sot në Shqipëri rrallë ose nuk ndërtohen në Shqipëri, siç kanë punuar në 2004. Të paguan apo 3 muaj pa rrogë? Jo, më paguan. U isha në fillim të mia, kisha dëshirë të punoja, qefi që kishin dëshirë. Po ishte edhe ky, u kisha një, prandaj kisha edhe çizë bash diçi me fat. Unë nga që flisja 2 gjuhë huaj dhe anglisht dhe italisht, ishte projekti huaj, ishin supervizorët huaj. Dhe unë isha i nevojshëm në çdo pikë të objektit të kantierit. Që nga gjëja më e thjeshtë deri nga gjëja më e rëndësishme, dhe isha i nevojshëm, isha i nevojshëm. Dhe kjo më bëri të mësoj shumë. Kontakti, projekti, gjëja. E mësova shumë mirë projektin. Edhe e dija sepse lindte nevoja. Por hirtë plus kur shikoj ata supervizorët e huaj, i shikonim ndryshe, ky i rrie ndryshe, i sillesh ndryshe. Kur i takoje duhet të përgatitesh para se të takoje, kur bënin weekly meeting që bënim me ata, duhet të përgatitesh përpara. Ka që shkollë. Unë them që kam pak fat me ata. Po kur filloi të punoj bashkë me njëri tjetrin? Si ka qenë historia? Po në fakt me njëri tjetrin këtu tani kemi rreth 7 vjet, 8 vjet. 7-8 vjet. Kemi, po dhe më përpara kemi qenë në firma të ndryshme, kemi qenë në objekte. Kemi punuar dhe bashkë, por kemi pas status të ndryshëm. Domethënë pozicione të ndryshme. Po historia Mirim kontrollonte mua. Domethënë kështu i kemi pasur. Unë kam qenë në pozicione isha profesionist investitorit. Po. Ky ishte nën kontraktor. Unë e kontrolloja. Po do të bukur kësaj është që te puna kur unë kisha këtë post, më kishte referuar Mitreli. Që të filloj të post. Që kishte referuar mua. E ti bëje si shef, ti. Është do kemi 2010, 2009, 2010, 2011. Po historia këtu në Kec si ka pas qenë, ose edhe se mbaj mend fort mirë tani si unë mbaj mend që këtu jemi njohur për të bërë të këmbin jemi njohur. Për të bërë sallat e operacionit. Ishte govata lart. Ka qenë govata instaluar.
Ishte instaluar govata Ka qenë govata instaluar. këtu sipër. Po ka qenë govata instaluar. Edhe ishte dikush tjetër që kishte marrë përsipër që të bënte punimet këtu, Po. që i bëri rumpall, si ishte për atë punë. Edhe unë si gjithmonë, thash se si e për këtë punë miku petlla fare, sa gjërat i bëj mirë ashtu siç duhet ose nuk i bëj fare. Dhe unë ju e dini historinë e ndërtimeve të Katie-t. Katie është bërë pjesë. Edhe unë kudo që kam punuar, kam patur përplasje me arkitektët, me inxhinierët, me stafin tim, me kolegë, me të gjithë. Kam patur probleme, se unë i dua gjërat në mënyrë perfekte sipas trurit tim, mund të jetë edhe gabuar. Por juve kush ju ka prezantuar tek Albana? Arkitekti. Po. Mua më prezantuar arkitektin, ajo tha që unë punoj me këtë. Më pëlqeu Albana në atë konceptin e vet, që erdhi së bashku me Orgesin. Edhe fillon duke bërë matit e gjërat, të gjitha asaj që ishte lënë për gjysëm këtu. Ndaj si atë ca kjo, sepse ca ula për gjysëm, me fillon nga e para, pastaj prishe bëj derisa dalin gjërat, wow, edhe doli vërtet wow. Po kur erdhi herën e parë këtu e mbani mend si ka pas qenë, ma tregoni çik tani histori. Kemi ardhur, domethënë ka qenë hyrja mandej. Po. Kjo ishte pjesë e fundit e. Po të recepcioni, ka qenë recepcioni. E përdorau si zyrca ku ishte katraur, xhamat nga krahu i rrugës nuk ishin, kishte prerë një copë betoni atje që prisje të fusje një. Jo, se preva ton. Jo, e diskutuam bashkë që ta po. Po diskutuam dhe nuk u pre. Edhe s'u bë ajo pastaj po. Mirë që s'u pre. Ajo, i gjetëm zgjidhjen se si ta fusnim. E kam vizatuar vetun atë. E mbajmë me terrasat, me atë terrasat. Na ke dhënë sa direksione kështu shpejt. Kam nevojë për këtë, duhet kështu, dhe për çdo gjë flisti me Albanën t'ju sqaroj. Po. Pastaj Albana filloi, po dhe Albana nuk ishte futur mbaj mend thellë te projekti, ka qenë takimet shumë të shpejta si duket, se varet se si ka qenë këtu situata më parë. Kanë qenë takimet e para siç duket, edhe baba unë dëshja që ta jep drejtim sa më shpejt. Edhe në fillim ishte kështu, takimi i parë ishte që pak si të paqartë. Po ditë pas dite siç shtonte Albana fletët e projektit, aty fillon që edhe kuptonim se çfarë po bëj. Atë po kuptonin të gjithë. Se çfarë bëj sa fillim. Ç'a keni menduar në fillim? Thuaj të vërtetë, ç'a keni menduar në fillim kur ke gatu? Shiko, unë sot dua që ju të dy të mos zbuloni anë që unë nuk i di të këtij bashkëpunimi, se punë që kemi bërë, po kaq vite që kemi bërë. Po them shumë. Jo, dua të di atë që keni menduar më mbrapa, të thënë për mua, për punimet, për çfarë do lloj gjëje tjetër. Dua hapur fare, kështu tull fare. Ju lutem. Po ta kam thënë gjithmonë. Po thuaj, më thuaj përsëri tani. Do para kamerën të thënë. Po më thuaj patjetër. Ti gjithmonë jo, përshtypja e parë ka qenë përshtypje pa formë, sepse nuk e dinim ç'a kërkoheshe dhe ç'a duhet të ofronim. Vetëm që ishim sigurt, të dy me një tjetër, që sigurt që e bënim. Dhe kishim të dy eksperiencë që jo sketi, kushdo qoftë ne e bëjmë. Bëje klinik domethënë të kësaj natyre, me dhomë operacioni, me kishit bërë të tjera më përpara gjë të tillë? Klinik spital s'keni bërë? Jo, në spital jo. Në fushën e klinika dentare po. Po nëse kjo është po kjo është tjetër gjë. Fillim mësoj që ndoshta ti ke imagjinuar, por ti nuk e dije që doje këtë. Ti doje diçka, wow, por ti nuk e dije që doje këtë. Atëherë besoj kisha idenë e përgjithshme të asaj që doja, por detajet janë përcaktuar gjatë rrugës bashkë kemi bërë. Po pikërisht edhe ne bisedat tona të kanë qenë kur ishim veç mas privatisht me treni që ora ne e bëjmë. Po tash duke bërë. Ongoj, duke ishte proces, e morëm si proces. Morëm proces që ne e bëjmë. E morëm proces që e bëjmë, se e njohim të dy njëri tjetër, e dim të dy njëri tjetër. Kishim bërë edhe gjëra vështira. Po ishte prapë që pasioni që transmetoje ti në punën tënde,
të bënte shumë, mos mendoje për asgjë tjetër, domethënë ai pasioni të bënte edhe ty që ti ishe edhe ti pasionant për të arritur atë, se ore edhe ne do kuptonim, ore çfarë do zotëria olla ta bëjmë, ta shikojmë, ta kuptojmë deri në fund. Domethënë edhe kjo është, edhe kjo pikë është. Kur ka qenë momenti që ta kam qartë trapin më shumë. Ne të dy do të kemi, ti ke qenë këtu drejtori punimeve, ke qenë këtu ditë për ditë që hashe me mua. Mitreli i vinte ikte bëj. Po keni shumë histori me njëri tjetrin. Po, tjetrin. më shumë, po dëgjoj, ti do të më tregosh me sinqeritet të lutem, të përgjërojmë, do të tregosh kur ka ardhur dhe të është ankuar të shfyrë, se e njohun si personazh, e njoh si tip çati ka. Kur të ka ardhur, ato herë që të ka ardhur që është shfryrë, do të thënë sepse ka pasur mos marrveshje për plasi budalliqe me mos. Unë bëhem i padurueshëm shpesh, do të thënë jam. Unë ka vojtëm di kurriz. Po, më thuaj që kur ka qenë? Duhet t'i kujtojmë bashkë. Ka pas. Ka qenë, bëjmë tek dhoma, që janë prish, se cila është faqe shpish nga 2 herë që nuk bindeshe as ti, që duhet të prish një muri për 2 cm, dhe unë mundosh të argumentoje që nuk ka gjë, ama kur e prishja gjën, e kuptoje që vlente dhe argumenti jot, jo vetëm imi. Edhe ta kam thënë privatisht, më që nuk është se mendoja shumë, që mendoja anën ekonomike të sketit, ore po harxhon lekë sketit të bëjmë gjithë. Jo, mendoja, ore, kjo gjë siç e kërkon sketi, ore vërtet është kaq e mirë për 2 cm, për 3 cm. Po ka patë raste që vërtet jam bindur që ka dashur të bëhet kjo gjë. Mamë tek dhoma të kishte kolona, që vizatuam shablonin matën atë krevatin, e bëmë shablon, e provuam si do futesh. Se me sy dhe vizativ të dilte, provuam aty. Edhe janë prish dhomat nga 5 cm, po që kemi bërë, janë prish. Është hequr sofaja e murit, dhe para 5 cm, çfarë të bëj? Po që e bënte edhe ajo atë gjë. Këto ka qenë ato momentet që kishim atë konflikte shumë verbal. Deri verbal që ka. Konflikte verbal, po që ishte ka pas shumë dinamik, dhe nuk e kujton. Ka pas shumë dinamik gjëja këto. Edhe pikërisht këtu tek reparti i ri keni qenë dhe më prezant. Po. Keni qenë dhe më prezant. Ndoshta ishte bashkëpunimi i parë, që ndoshta ka qenë ky frika kush është Sajmiri, kush është Mitreli, bëse bën dot, ose ishte fakti që ishte i vërtetë, ishte gjë që doja ta bëje, po doja ta bëje si ajo që kishte në kokë ti, jo si ajo që mendoja unë apo Mitreli apo Albana. Ti e doje si se doje ti. Edhe ndoshta kjo ka bërë që ti je më prezant. Shiko, te klinika dentare unë ju kam lënë rehat shumë. Jo e mbani mend që kur bëm klinikën dentare, unë i futa turint në fund. Kur filluam me detajt, me dreqje, me bindën që kemi hequr dynjan aty. Sepse kisha krijuar tashmë besimin. Edhe e dija që ishit zevzek që të dy, sidomos ti një herë që do ta bëja atë gjën perfekte. Po s'pëlqeu, do vjetë më thoi, shiko, kjo s'po më pëlqen, do ta prishim dhe do ta bëjmë përsëri nga e para. Dhe nuk ka kishe me rakun. Plus i kishim edhe punë të tjera në klinik, ishe impenjuar sidomos me marketingun, me vështirësitë e menaxhimit të klinikës. Dhe ja besova fatit. Po ti mban mend klinikën e Prishtinës. Unë nuk era ta shikoja fare. Ja. Kam ardhur vetëm për të parë apartamentet që morëm me qira aty dhe për të parë projektin, do të firmose kontratën, pam projektin bashkë, i përcaktuam se si do jetë ndara, thash, jepi një drejtim, edhe as fatit nuk i besohej që po e merrte përsipër ajo vetë, ju të dy bashkë po merret po bëret atë gjë. Ishte për 2 muaj në Kosovë, shkojmë dy herë në javë në Kosovë. Kishit merak, do thonë kur do vija unë që ta shikoja, do të pëlqente, s'do pëlqente. Po patjetër. Po unë kam atë syrin si ku di unë të sumur. Sa hyj, filloi të dalloj të gjëra që nuk shkojnë, si për dreq. Dhe po nuk thash gjë. Kur vajte edhe në tualet, edhe aty pash që kishin ca pllaka që nuk ishin ashtu fiksi siç duhet atje, po nuk thash gjë sepse në fund të fundit kishin bërë një punë aq të mirë, duke kursyer sepse kishin marrë materialet e klinikës së vjetër, edhe një kohë aq të shpejtë, aq të shkurtër, me gjithë ato peripecitë që ishin atje, kështu që aty s'kishte. Ka pas dhe një situatë
peripecisht atë. Qa situata ka pas qenë atëherë? Peripecish. Po linim një ambient shumë nga ambienti tjetër. Tash mos kishte ndodhur. Jo. Absolutisht, në absolute asgjë. Në absolute. Ishte jo, me fatin krijom një grup të mirë aty. Aty nisëm bashkëpunim parë me fatin. Vë një grup shumë më mirë me fatin. Momenti më i vështirë që kemi patur këtu brenda nga këndvështrimi juaj. Në realizimin e anës inxhinierike, sepse këtu ju e dini, ishin apartamente. Apartamentet këtu të cilët njëri është i imi, një i prindërve të mi, të cilët neve i prishëm, edhe i kthyem në spital. Është një sallë operacioni, edhe janë edhe 4 dhoma, 8 shtretër këtu, plus gjëra të tjera, ambiente të tjera, të cilët duhet kishin ca standarde, ca sistemi qarkullimit të ajrit, të sisteme elektrike, hidraulike, e të gjitha me radhë. Cila ka qenë momenti më të gjitha sistemet që janë të padukshme normalisht. Tani të gjitha ato janë, nuk e di se si i kemi futur, si i ka marrë, që janë këtu tani prapa mure. Apo sepse duket kemi galaksin, çfarë ka kjo galaksia, gjithë sistemi ndriçimit i aspirimit galaksis, po ndërkohë aty kemi dhe tubin e oksigjenit, kemi dhe tubin e ajrit, kemi apo muret të cilat duhet jenë dhe dyer me rëshkitje, po duhet kenë dhe izolim akustik, po s'duhet të kalojnë trashësinë sepse çka kemi hequr në xhamin e dyer. Është pafund. Do mos kësaj të Ma tregoj që kishte histori, ma kujto pak. Historinë e xhamit derës. Historia e xhamit derës. Historia e xhamit derës. Fillim e nisim me pleksiglas, se nga ishte i madh nuk e fusnim dot, se ishte peshë e madhe. Se nuk futesh nuk e merret për gabaritet tek kafazi i shkallëve. Po. Se nuk futesh dot, ishte i madh. Pastaj me pleksiglas na vibronte. Se dera është korrevole. Morëm sistem tjetër që ishte me peshëmbajtje më të madhe, kthyem në xham. Në xham nuk e di, ndoshta në i punonjës këtu, nuk e di se kush e gërvishi xhamin. Po. Sanitarët ndoshta punonjës të nuk e di, me te. Pastaj e kthyem sanitarit këtu ka mundësi ta kenë bërë, jo ata që e lyen atje tek. Po jo, dhe ata më kanë bërë sepse erdhëm këtu pastaj me bleu ai personi i cili na ndihmoi që leu xhamat, bleu një kit që pastronte xhama, që bleu online internet, edhe të pastronte xhama atu si gërvish xhamat. E provuam, e bëm. Ka qenë ditë të fundit apo? Po, ditë të fundit. Ka qenë ditë të fundit, po çka qenë ditë të fundit? Po ka qenë edhe dreqi moketin ky ka qenë PVC-ja ka qenë, kupton, tu ishte mos më prek këtu, mos prek atje. U përpoqen ata që ta levigonin atë, po nuk Nuk bëj sepse ishte i temperuar ai. Ishte xhami temperuar, Tash më s'bëj dot më edhe bëm xham për më parë. Donin pastaj bënin folio kështu pasqyrë që të reflektonte. Shikonin një drejtim, shikonin drejtimin tjetër, ishte problemi që dukeshin gërvishtet edhe pastaj. Pastaj u prish dera prapë, u prish gjithë kasa dera që u fut xhami i ri. Ne të them, tani që po ndroshim te dhoma, kujtoja gjithë historitë atyre. Po. Atyre, ajo dhoma të brenda këtu një nga ato dhoma ka çudi. Duke u zhveshur dhe duke thënë, po çka kemi hequr këtu? Fare, është ti tu kujdo prandaj thashë kam nostalgji të projektin e parë. Unë projektin e parë që kam bërë një qendër dëshmitarëve të Jovajt Shqipëri, projekti vjen nga jashtë. Vetë kam parë projekti është realizuar 99% si ka qenë në letër. Ishte çdo gjë e menduar që në letër. Po. Këtu kujdo profesionisti, kujdo aty që shkon mendja që është detajist, ti thua se çka ka këtu, vështirë ta besoj. Ti bësh anatomin ti projekti, e këtij ambienti, ja bësh anatomi cili do t'ja bësh anatomin, vështirë ta besoj se çka ka këtu. Mua më ka ngelur mendja sidomos tek kazani që kemi vendosur këtu në tavan. Është ajo kutia mbajtëse që i themi kazani. Shasia. Kutia mbajtëse që duhet montoheshin filtrat HEPA, sepse është bërë me porosi. Po. Dhe unë tekstat e tjera të operacionit janë bërë ato standarde. Ndryshimi midis i këtyre kazanëve të filtrave HEPA, që janë ato që bllokojnë, është sistemi kondicionimit këtu që bllokon
bakteret edhe viruset, do të thonë që ata që na shohin ta kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Që ky sistem filtrimi i ajrit bllokon 99.99% të baktereve dhe viruseve. Dhe është një pajisje e madhe që peshonja gati 1 ton ajo gjë andimatan, të cilën e kemi futur nga balkoni me vinç, tjetër histori jo. Dhe kjo pajisje duhet të krijojë presion ajri që shkon deri në 600 kPa, sepse këto filtrat janë kaq të trash dhe që të kaloj ajri aty duhet të jetë shumë i izoluar gjithandej, që të shkojë gjithë presioni aty dhe të dalë në fluks laminar mbi këtë krevatin e pacientit edhe me presion pozitiv. Do thënë që zbret prej këtu edhe thithet nga këto vrimat që janë këtu, anash qarkullon përsëri, është qarkullimi mbyllur për ta shpjeguar atyre që po na ndjekin. Dhe në atë arkitektin e parë, unë pasi kisha biseduar me inxhinierët e sistemit të kondicionimit, kishin bërë projektin, dhe projekti më të ishte kështu bukur, me harqe, me gjëra të tilla. Gjë e tillë nuk ekziston standard, nuk e ka askush në botë. Dhe nga që edhe lartësia këtu nuk kishte lartësia për të ruajtur. Këtu kemi ka për 270. Do detyronim me kushtet që ka sipas manualit të ligjet. Do Ligji, të ishte të paktën 260, është 270. Jemi 10 më tepër se ligji. Dhe këtu pasi u përplasë me inxhinierin e kondicionimit, jo bëhet, po s'bëhet, jo po tubi kështu, bën zhurmë, andaj këtë do ta bësh kështu, thash. Mori vonda e punën sepse unë do të ruaj lartësinë të gjitha tjera. Dhe e bëm sistemin bashkë. Kam ndërtuar së bashku me të në kompjuter, në AutoCAD, nuk e çfarë përdorte. Po e bëm tak e bëri projektin. Iku gjëja. E pyet atë, thash, ka filtra me këto përmasa? Nuk e di, ti shohim tek italiani që e prodhonte fabrika. I pam edhe ca kishte, ca nuk kishte. E merr telefon italiani, thot, mund të bëhen filtra me këto përmasa custom? Okej, po, thot ai bëhet. Okej, në rregull. Futemi neve, bëjmë tu gjitha këto, dhe këtu janë 6 filtra HEPA, që të ruanim lartësinë, edhe të montonim edhe filtrat për bukuri. Ai djali inxhinieri i parë, arkitekti i parë, sakt, e kishte matur gabim filtrat. Dhe ja çojmë Arredo Fabit Kazanin për ta bërë projektin të gjithë aty, ata arkitektët e Arianit që është atje, aty kam njohur Arianin, pronarin, themeluesin. Ato thonë që nuk i bëjmë gjëra të tilla, nuk i bëjmë. Okej, tash. Kur shoh më flet Ariani vetë, unë nuk e njihja. Më thotë, doktor, ç'kemi çfarë bën, ne kur çka ke ardhur kështu, i thashë kanë ti. Po thasë do ta marrim, do ta bëjmë, tha, për ty do ta bëjmë. U shumë faleminderit. Folim arkitektë, morën e realizuan edhe ka edhe të djalë Amarildon që është shpirt rob zoti në Amarildo inxhinieri atje. Dhe e morën e bën. Unë tani çfarë bëj? Marr një prej filtrave, shkoj atje, e provoj montimin, rinte tek vendi fiks, e shtrëngoj gjitha për bukuri. Por ishin 6 filtra, 4 të mëdhenj dhe 2 të vegjël. Unë marr vetëm një të madh. Nuk marr të vegjël, një nga të vegjëlit. Tek ata të vegjëlit, llogaria që kishte bërë ky miku nuk dilte. Pra kishte bërë Kazanin, projektin, arkitekti, kishte bërë më të vogël. Dhe këtë e kemi zbuluar kur e kishim montuar këtu në tavan. Pra ne ishim në fund fare, kishim do vendosin filtrat këtu neve. Katër kishe vendos. Po. Kishe vendos katër 2 të fundit. Ose kishe vendos 2 ishin 4 të fundit, nuk e mbaj, me diçka ti bëjë montu një pjesë. Edhe ishte verë, ishte gusht kur do të pushimesh, që nuk bënim dot porosi filtrat, si ishin mbyll perferi, ishin mbyll Italia që përfunduam në në Turqi, sepse ne tani ne kishim kaq vite që merrnim që në 2018 që merrnim filtra tek këto italianët atje. Edhe unë nuk e konceptoj dot që ti ke një biznes, punon dhe nuk je gjithmonë në shërbim të klientit. Më duket absurde. Unë nuk e konceptoj dot që ti biznesin tënd e mbyll në gusht, nuk punohet sepse jemi me pushime. Si pushime?
i kontakton Adi, pronari firmës këtu, përfaqësuesi i tyre këtu, i thotë kështu, na duhen këto filtra. I bëni dot, sepse duhen më të vegjël, nuk hynin. I bëni dot me porosi? Po ata i thoni, bëjmë, por jemi mbyllur tani edhe në Po presësh. tetor. Tetor ishin, tetor. Si më tetor thoshin. Ishin gusht. Po, gusht, si më tetor, mos hap klinikën tani unë sepse këto thon miku Petlla, mora kodin e filtrave, futem në internet. Kontrolloj, i gjej një super fabrik në Turqi. I kontaktojnë fabrikën, le që kishin online ato katalogun, i kishin edhe të gjitha ato certifikatat ISO e këto do të thënë që të europiane, të gjitha që ishin fabrikë serioze. I pyesim, i kontaktojmë, i pyesim edhe për çmimin. E kishin edhe më të lira çmimet. Thash, ku pas kam qenë? I themi, ne i bëni dot filtra me këtë madhësi, sa copë ju duhem? Një 4. 4 copë. Dy ishim marrë tepër, se ty na duhesh, po dy ishim tepër. Tash 4. Tha, duhet të paktën një muaj thanë që ta bëjmë këtë gjë sepse kemi linjën e prodhimit dhe nuk mund të ndalim linjën me filtrat standard që kemi për të bërë 4 copë kështu me porosi për juve. Thash, thash. Mirë. Pyes stafin, sa filtra konsumojmë neve për 2 vjet? Okej. Dolim një rreth 100 filtra që na duheshin neve si për 2 sallat poshtë edhe llogarinë e sallës këtu lart, sa do të na duhen ajo. Po filtra të pajisjes së kondicionimit brenda ishin goxha më tepër të pajisjes së kondicionimit ata. Dhe thash, mirë thash. Kontaktoje turkeshën edhe i thuaj, po për 100 filtra e ndal prodhimin tim. Filtra të mua. Po, për 10 ditë na kanë ardhur filtrat këtu. Dhe na erdhën filtra për 2 vjet, ne kemi bërë filtra këtu për 2 vjet ca, që kemi gjendje. Kur syem para, i foto në magazin dhe bën ato filtrat që na duheshin për 2 filtra, ne kemi bërë por si për 2 vjet. Për 2 vjet gjitha. Kjo filtrave këtu ishte një nga ato sikletet që kemi kalu këtu. Ishte fundi, Ishte fundi. Po këtë mban më këtë. Kolone Po e anestezisë. Si që mbaj atë. Edhe ata grekët që e bën u çuditën. Po, e bëri Ervini këtë. Unë e dizenjova, thashë dua kështu, e bëra ta edhe po diskutojnë se si ta bëjnë gjitha. Edhe i thash Ervin, po unë dua kështu, thashë nuk dua nga ato kolonat standard që bëni ju, që sjell grekët. Ai, po ja ti pyes një herë, tha, nëse e bën ata me porositë. Se po mendoj ta bëja këtu, desha që ta bëja këtu me instalimet, me gjitha këto ishte komplekse. Dhe thot i pyet, ata i thon po e bëjmë. Bap një të çuar projektin neve. Edhe e merr e bën greku. Ama ba me të gjithë që edhe ata vetë u kënaqën se kanë sjell foto gjatë procesit të prodhimit në Greqi, kanë ardhur fotot, më ke treguar fotot. Dhe aty i pëlqeu si gjetje, si më ka emocionuar një mesazh, një email i grekut, kur Ervini e pyet që ku jeni, do të thënë sa vonohet, edhe ai tregon fotot të këtyre të hapura, të lyera, dhe do t'i montonin. Dhe mesazhi, do të thënë emaili i tij ishte "It is a piece of beauty". Kjo më emocionoi ashmase kur e pash. Sepse thash edhe ky greku që nuk na njeh, nuk i di kush jemi, në fund të fundit ka bërë një diçka të veçantë, unike që se ka bërë ndonjëherë më përpara dhe këtë ka bërë fal nesh. Dhe ne kemi dhuruar emocionin atë që. Po. Shumë e vërtetë. Pastaj edhe këto galaksitë, më thuaj që për galaksitë i e boll folën që kemi. Çat them për galaksitë. Sa prova sa gjëra janë bërë këto. Dhe provat ka filluar që kur ishte klinika Gërman, që u prish. Do ishte kërkesa, dua një galaksi. Dhe dua wow. Se qa është wow, Edhe kur takoheshim pas dite me pi ndonjë kafe, ndonjë gjë për çejf, do diskutonim ka mendu një detaj kështu, sikur ta bëjmë kështu. Fillim ishte realizimi e galaksisë, me piktori, me testin që bëre konkursi. Po patjetër më të Por e fillon me printuam, që bën provën e parë. E kemi bërë një
bokset e televizorave. Nga të fillimit e televizorave kanë bërë dhe provën e parë me LED me gjithë, e printuam në fillim. Pastaj erdhi një ish bashkëpunëtor i piktor që bëri diçka. Që e nisëm me ata, të donin të bënin provat në vend që të shikonin me ndriçimin Elvisi. Visi. Po, Elvisi Kali. E bëm. Su bindëm, edhe Elvisi vetë nuk u bind, për edhe nuk na bindi gjëja. Pa i punon me laps, edhe më va Elvisi mua që unë nuk e bëj dot asë, nuk e njoh këtë si teknik. Si teknik. Nuk e bëj. Pastaj ishte historia që bëre konkursin, bëri një konkurs online në Instagram duket, që ftove njerëz që erdhën disa dhe fitoi dikush. Erdhën ja 15. Ai 20 nëse mbaj mendën që erdhën. Po, ishin shumë numri se mbaj mend, se di. Po, i kam blerë aty, vini me grupe i tashin grupe. Grupe se mbajmë mostra, se sillen edhe mostra, ishte çat vogla, çat mëdha. Gjithë sillen, mbajmë që ka një shumë mostra. Unë mbaj mend që atyre u jepnim nga një copë plexiglas neve. Kemi bërë një 30 plexiglas. Dhe unë mbaj mend që ajo copë plexiglasi që kishin bërë neve sipas mallësisë së televizorit, ajo më shfiksuar çmimi kushton 60.000 lekë. Një nga ato. Dhe ne mund të kemi bërë 20 copë të tilla, do të thënë 1.200.000 lekë vetëm që këta të bënin prova se si do të dilte të na mbushin mendin neve se si do të dilin. Dhe e vetme që më ka pëlqyer ka qenë Shazja. Shazja realizoi. Shazja i mori këtë plexiglasin e filloi duke bërë provat në shtëpi. Dhe më shkruante mua me shumë pasion, më shkruante në Instagram. Dhe më thoshte, po e bëj kështu, po e bëj ashtu, më tregonte foto, video, gjëra, e kuptoj që ishte njëri me shumë pasion. Dhe unë kisha vënë një deadline. Që në filan datë, do të më sillni të i shohim. Shazja tani, një natë para, ishte ora 2-3 natës, mund 3-4 mëngjesit flet. Më qonë mua dhe thot, nuk po ja dal dot, më thot, mund të ishe ora 10-11 të natës, nuk po ja dal dot e në këti, sa ashtu, është mos u dërzoj, thashu. Ma sill nesër. Shazja ma solli, ato provët që kishe bërë 2 versione, dhe të kësaj Galaxy këtu Centaurus, se atë kishim të si provë, ishte akoma e pa tharë. Dhe mua më sjellin edhe ca të tjerë, dikush që të një copë të vogël, se për tonë të ta bënte të madhe. I shikoj, po të pëlqeu kjo. Po, mirë. Ashtu. Dikush tjetër u zhduk fare, ja po ashtu. Dikush tjetër kishte sjellni kështu rrompallë, si ishte impenjuar fare ose s'kishte talentin apo kapacitetin, nuk e di. Dhe më pëlqen 2. Shazja dhe një tjetër, një që piktor i vjetër ai. Dhe nga që ishin 3 Galaxy për të bërë, nga që po më pëlqen s'po dje këtë zgjidhje. Mendova me mendjen time që njëri të jap të madhe dhe tjetri të jap 2 të vogla. Dhe montojnë të Shazës, e shoh më pëlqeu. Montojmë ndrezëm dritat atë tek ajo. Montojmë atë të këtia, ndezim dritën nga mbrapa, ledin, edhe më pëlqeu shumë edhe këti. Dhe i thash Shazës aty, nuk i di ke qenë ti apo ja. Jo, s'kam qenë prezent. I thash Shazës. Më ka thënë bravo. Thash, si të duket i thash. Tha, do t'ja pun mendim, tha? Po, thash, një piktor të jep mendim për punë. Doktor tha, kjo nuk është piktur, tha, kjo është stamp, tha. Edhe zotëria tha, e ka piktuar sipër, tha, e ka futur penelin sipër, tha. Është printuar, tha. Si është printuar, më thashë? Po është printuar adeziv, tha, është ngjitur në plexiglas dhe ka thënë sa penela sipër. Ti tha do piktur, tha, apo do kështu, tha. Do kështu, po, stamp, po. Jo, më thashë do piktur. Ky filloi duke folur, duke thënë, jo, tha, se kam përdorur këtë teknikë, kam bërë kështu, e kam bërë ashtu, me këtë, me atë, i thash asja. Ta marr ta gërvisht, unë ta heq, jo, ta kam bërë gjithë këtë punë, ndërkohë që ky fliste kështu tek cepi, shkoi marr, nxjerr adezivin kështu. Pse arbore thashëm, po thuash. Dora adezivin aty. Jo, këtë se dia. Po thoj arbore thashë. Vjen keq edhe pas bëhet edhe unë do piktur tash do vej për arti. Edhe i mori Shazja dhe i bëri Shazja këto. Kurse tjetër që mbaj mend që ishte në fort, ka qenë futja me vinç
kondicionerit, Po. 1 tonë gjë. Po. Ti ke qenë atë ditë? Jo, s'kam qenë aty. S'ke qenë? S'kam Jo, qenë s'kemi aty. qenë. S'kam qenë aty. S'ke qenë. Shkutur shpejt ajo. Shkutur. Nga fillimi fare. Aty neve sepse atë po ka pasionin njani atë. Si arkitekt fillimisht. Edhe kemi përforcuar dyshemen, Pa. ku do të e përcaktuan si pozicion ku do të rrinte, kemi përforcuar dyshemen me shina që të lidhej nga njëra kolon tek tjetra për të mbajtur për të shpërndarë peshë, për të përforcuar, megjithëse ky është beton i gjallë si pallat. Ja, është peshë e vogël ajo për atë s'është ne. Por që fiksimi Okay. mirë kemi bë. Edhe por ta futur nga balkoni tani ishte çështja e parapetit të balkonit që është kaq. Po pra. Ishte edhe beton. Po. Ishte beton. Dhe atë na thot Ardi, inxhinieri i kondicionerit, domethënë që na solli. Na thot që ai nuk mund të shtrihej. Duhet të futej kështu, drejt. Vertikalisht. Po. Dhe për ta futur kështu nuk e fusi dot sepse s'kishte hapësirë. Duhet futur krahu i vinçit nga rruga të futej brenda që ta sillte deri brenda, nuk futej dot. Nuk kishte hapësirë. Dhe tani un shpika, thash, do t'i bëjmë një kështu një ramp si thon kështu. Ram. Po. Prej druri masiv, e bëri Ylmiu atë. Ja di se njova Ylmiu, thash do ta bëj kështu, do të dalë të paktën gjysmë metër nga parvazi. Jashtë A mbështetjet. 1 metër, nuk e di që të mbështetej ajo. Dhe i them atij të Vinçit, ja vizatoj atij të Vinçit se si do të lidhte me litar, do të lidhte këtë Pajisje. gjë. Vajta pash Vinçin, bashkë kemi qenë duke qenë parë Vinçin apo me Fatin. Ja, Ja. s'ke qenë më. Kam parë Vinçin se si duhet të ishte Vinçi, se si duhet të ishte krahu i Vinçit për ta futur e gjitha me radhë. Morëm leje nga bashkia Ja, për po. të gjitha këto, bllokuaj çik rruga aty ku erdhi Vinçi që mori këtë. E ngriti aty lart. Dhe ajo është futur kështu, pjertas, derisa është mbështetur tek drasa Ose, që kishte dalë platforma. jashtë tek platforma që kishte dalë jashtë parapetit të balkonit. Dhe aty u mbështet në formë të pjerrët, e kapëm neve me kështu me litar, nuk e di. Kishim ca litar që aty kishim kapur aty. E tërhoqëm që rrëshqitëm tek kjo. Në këtë mënyrë nuk ishte nevojshme që krahu i Vinçit Hynte të brenda. futej brenda. Kjo ishte se Kjo është tembra kilit të Ajo gjë. ishte ndryshe tema. diskutoj që të pritej balkoni Balkoni? për ta futur të bëj përsëri balkonin nga parë, ishte bela. Ishte Po ishte tmerr. Është problem se ke të hynte edhe ke fasada pallatit, kishte problemi asaj. Kur u Po dali paroje, po që prap Kur u bë kjo që u fut aty dhe rrëshqiti u fut brenda, pozicionon aty në të vanta shqyrë. Kjo ishte një zgjidhje inxhinierike tjetër e Radhës. ishte kjo ka qenë ndër sfidat e para. Pa. Ndër sfidat e para. po, që ishte problem kjo. Po sa probleme ka pas tu jo centimetri, tu jo tubi, tu jo kishim harru një tubi, kishim bërë një gjë. Po që ishim bler, mbajmë tek dhoma këtu sterilizime që ishte bler lavamani, kisha lavamani me pajisjet, edhe dimensionet e veta. Dhoma ishte dimension tjetër, ishte më e vogël. Ne kemi hequr vana ndesë na merrte për 1 centimetër. Çuditëra. U kushof këtu, kushof aty, kushof Por këtu. çdo cep ka një nga një Nga një Nga histori i kujtim. më vete. Më dërgoj çik çështjen e pllakave të banjave që veshën banjat me pllaka. Aty e pranova dhe thash, ok, ti thash të drejt. Ma dërgoj çik, si ishte muhabeti. Muhabeti pllakave herë kruajtëm kokën se pllakat e mëdha që i futëm lart. I futëm pllakat lart. Kur i blem pllakat, edhe ata edhe shit si që na e shiti. Dhe duhet që të na lidheshim ujrat me njëra tjetër, të lidhesh lulja, ujrat e pllakës. Ai që shita, to janë të rastësishme, janë random, nuk kanë lidhje, nuk lidhen me njëra tjetrën. Kështu është stampa edhe. Okej, mund të ketë të ngjashme të përafërta, por jo që lidhen. Okej. Dhe të ram dakord gjithë, se dinim që kur i blem që s'ka. Prap insistoj dhe më shiko kush janë më të afërt, po mbajmë se tani do të linja 44 a 46 pllaka. Pllakat ishin 20 me 270 ose 280, po 270 që më duket ishin. Pllakat 20 me 270, ja 40 e ca pllaka. Vetëm vend që ka qenë i madh, ku mund të hapeshin pllaka që ti shikonin, do të ti depozitoje, pa ti shikoj ka qenë kush recepsioni sot ajo. Po. Një aty se gjithë ishin me dhoma të vogla, nuk kishte ku fusje pllakën. Pllakët donin ta shikonin.
Po që të bëj kombinimin bëj kombinimi. Mbaj mend që atë ditë që do fillonin punë, kisha përgatitur gjithë ustallarët, ishin 2 ustallarë, ishin punëtorë që ndihmonin për pllaka, edhe do fillonin punë. Në atë timin unë gjeta 2 pllaka. Tash to afrohen. Kisha bërë 4 pllaka që bëja set për një tualet. Keni qenë në operacion, se keni ja 6 herë 7 herë keni dalë nga salla e operacionit atë ditë. Që theu lodha duke u sterilizuar se ti sa që dili këtu, kur vjen prapë në sallë do të vishesh prapë. Është kjo thoi ti po. Dgjoj se po të shikosh këtu. Okej, pa edhe këtu. Ishin ka qenë shumë pllaka, ka qenë çfarë goxhaj madh, për të rashë gjithë pllakave. U thashte pas kur tha pastaj. Ti ka qenë një datë që kemi folë bash. Që tha, kontrolloj të gjitha. Aty. Çdo pllak do ta çiftoja me do ishte 44 me 43 të tjera, ta shikojmë si lidhesh e lulja. Derisa pastaj në një moment ajo ditë ku kuptohet, nga fundi i asaj ditës e kapa se ku ishte, ato për ironi të fatit që i doli fjala dokut është që të lidhesh lule, lidhesh. Ai që shiti nuk dinte se Dinte çapo shiste. se çapo shiste. Çapo shiste. Edhe nga që e kapa fillin, tani se si ishin 5 o 6 kode, ishin 5 kode Po. që lidheshin me njëri. Përsëritesh figura 5 herë. Po. Unë kisha 44 pllaka. Nga të 44 pllaka unë nuk i kisha të gjithë kombinimet. Edhe kisha në fund fare më ngelen Po, gjysmat e pllakave, më ngelen me 2 Me- kode, me po, 3 po, kode. Kanë shumë ke shitsi atje, ke magazina madhe, kontrolloja cila kod më duheshe, e kanë bërë vetë personalisht. Me këtë Të se ato me dia. maraton. Po kanë vetë personalisht vetë aty ke magazina. Ato dhe po. Unë nga që i një ata atje, Po. se kam punuar të e kompania, Po. e kisha disi akses. Po. Se kam ke magazina, se nuk lejohesh, me të drejtën. Po, me të drejtë. Po plus, porosia ishte juaja. Që ju dinin kush, ata e dinin kush ishit ju. Kishte edhe ata, okay. Po edhe unë atje kisha që akses, se kisha punuar te kompani që na shiti pllaka dhe kam gjetë kodët që na mungonin, se më donin kodi X 3 cop, kodi Y 7 cop, kodi Z edhe 2 cops që të lidhe të bëja gjithë tualetën. A kjo ka qenë një ndër Unë mbaj mend kur kam ardhur që se më duket se i vendosej një faqe mur, do të thënë 2 faqe më duket i po kisha vendos një lek kisha vendos. Po, ishin ngjitur. Po. Po, Dhe- ato dy lekë që kisha, ato lidheshin, nuk Po. lidheshin më tjera. S'lidheshin të Ishte tjera. vazhdimi. Po, edhe i kishe nxjerr kështu si thua edhe unë thash i pash po ato dy që lidheshin nuk po më ngjisnin shumë. Dhe i thash sa i mirë, po s'bë do tha. Ka që është ta mundësia, dhe se i pash se nuk ashtu, nuk kombinohen, nuk bë, nuk janë ashtu, janë kështu të çrregullta. I thash po ti i ke provuar të gjitha, i thash, unë i hape gjitha që montohet për t'i parë. Po Ati edhe i të gjitha, kutruri. po jo të gjitha jo tha si kam parë. Thjesht i thash. Hapi, shikoj të gjitha, thash. Qofse nuk përputhen, mori fund kjo punë, do t'i bëjmë ashtu. Por qofse gjejmë që përputhen, që shkojnë, lidhen me njëra tjetrën, atëherë po jo po s'bëtën ti. Ore ti thash, një pyetje. A i ke parë të gjitha? Jo tha si kam parë. Shikoj të gjitha. I ku mbaroi. Po iku shitsi unë kisha marrë produkte nga shitsi këto që këto nuk lidhen me njëra tjetrën, nuk kanë Po, çdo gjë të rëndësishme. Po Po ti ti pas kishin vend ku ti afro. Po s'ka. Po ti marr mend edhe ato të dentalit, që Po, që dhe me tham, ato. edhe ato Po. tham që nuk lidheshin. Po. Po e pesa e bukur i kombinuar, ato nuk lidhen vërtet. Po, Po pesi si po, kombinuar i me kombinuar. Po sa kemi ndenjë aty me ato? Se ja 3 herë ka vajtur tek prapë tek ai shitsi atje Po. sipër ke magazina aty. Po aty bënim komision, ne. Po bënim Unë komision. kam foto Hajde. akoma që kam me numër 1, 2, 3 kam. Po. Po. Si mendoni të bashkojmë këtë copë me këtë apo këtë me këtë? Hiq këtë, ver atë. Jo ca thoshin mirë, ca keq. Vinim këtë tjetrin, jo më mirë kjo, më mirë kjo, më mirë. Pastaj po që i shikoj nga që shikoj shumë. Edhe unë nga që e bëja vetë ose dalloja dot, sa nuk di, unë prandaj thrisja ty ose që thoya do hajde hizi një sy. Se unë vetë se dalloja më dot mos e ka që isha marrë shumë më ishin bërë lart, nuk gjithë njësoj. Se kuptoja më. Kurse ajo më ka qenë me pllakat e tjera e parë, ka qenë spektakël se u isha katërcipërisht i bindur sepse u kisha qenë që ai kisha firmos dhe faturën, unë, okay, unë zoni firmos dhe faturët. Kishte edhe pllak që i lidheshe. Ishte diun 10 disa herë çmimi më ishte sa kjo. Edhe zgjodhëm se na pëlqeu dhe skete dhe kjo dhe zgjodhi këtë.
Edhe atë që lidhen, nuk kishte problemi se nuk i pëlqeu. Se edhe po të kishte pëlqyer dhe kishte paguar dhe atë. Tjetër, si problem. Atë që lidheshe. Po. Kjo s'lidhet ma. Se po ai shit si do fitonte më shumë para valla po të lidhesh ajo. Po. Do ishte produkt më cilësor, më të mirë. Po, po. Do i bindur unë. Unë vija dora zjarë që ato nuk lidhen. Kur mu lidhen dy të sopa, sa kur i pak që u lidhen dy të sopa. Mos. Dhe pasaj dhe pas gjeta kodin, se si lidhesh me njëri tjetër, kishte një kod të fshehur diku në një cep atë që as drejtë si shkon në mendje. Ku unë mbaj më njerë një natë që kemi qenë këtu. Nuk e di se ti kishe edhe këtë që merte trapa non, merte kashap vitëm, merte çdo gjë vet, merte atë fleksibrin vet edhe do të pjesën këtu njerë. Po këtu, po hanim dynjan këtu si. Edhe Po ka pse nuk e dija se ç'është do bëheshe. edhe kishin ardhur njerëz në shtëpi. Po nuk ma thot. Nuk ma thot. Këti një herë, dy herë e gruaj që merrte në telefon. Vër, edhe kjo thash, se po vi tani, nuk ashtu, ndaj këti bambu. Po nuk e di se për çfarë isha edhe inatosur, i mërzitur, i irrituar, nuk e di ç'ka nga këto gjërat këtu, edhe po turfulloja. Ky i shkreti po duronte. Edhe i kishte ikur petlla edhe këtij vet sepse nuk po arrinte ta çonte diçka këtu sipër se çfarë u bën. Këtu kemi qenë. Edhe ndoshta më duket ishim me kazanin, po sistemonin kazanin, fleksibël kazanin neve për ta pre. Dhe Po se kam lisë po fresini. po, të kishte ardhur kunati në shtëpi. Në mos gaboj. Po kunat ka pas ditëlindjen Ditëlindje, vjerët duket se kunat nuk ka një nga të dyja të po e prisnin rob tore. Ora 10 e darkës. 10 e darkës. Ata ishin shtruar siç duket që në orën 8, po prit këtë. Kupton. Ky ishte sipër shkallëve, këtu me zzz. Dhe nuk më kishte thënë që kështu se do i thash po ikore se bëjmë nesër, s'prish punë. Aty i kishe edhe ti koka e drua, kupton, do ta bënte sot. Dhe i bie telefoni, ky s'po dëgjonte me zzz aty, e një ta marrur. Të përgjigje. Po përgjigje mori tash. Po përgjigje. Llaki ta hapur. Alo thashë. Gruaja kujtoj se ishte sa i mirë. Po se mirë kur do vish tani se ngelim po të presim gjithë thonë këti. Tashun fali tashun jam doktori tashun po. Si është po? Më fal doktor, jo s'ka gjë ande këti bam, s'ka problem, thon vazhdoni. E mbylli. Tash këti thashun. Për çka keni thashun? Po kam tha të thon atë darkët atë kështu. O të hangër drejtë, po ikës bëjt për shkallës, shkojnë shmjur porcelenat, se bërja rapat e gruja. Po të këtë ndalje, që ka pas qenë, ndë një sken, ndë një moment që kemi patur vështërsi? Që moment, barum, gjithë tualet, gjithë njerë dhe i prishë nga e para, prishë dhe të se vëndhe. Po. Që kishim mendu, kishim stër mendu, kishim logarit sa, ku, qysh, tek, nga, pse, fut para dhe në zemë vëndu për qenë. Kisha të drejt? Kishim bërë dhe instalimet neve aty, kishim ndarë. Kishim bërë instalimet, këte kishte filluar zmerilimi, ishte gati për boj pjesa këte. Po që kishim bërë më kishim bërë dhe plakat ande. Plakat ishin bërë ande. Kishim bërë dhe plakat. Po, kishim bërë dhe plakat. Kraun këte i po? Kraun ande që së shprish. Po. Kishim bërë plakat. Kraun ande. Po kisha të drejt. Jo, kishim të drejt. Katër tualete. Kishim të drejt. Ishin shumë. Kishim të drejt. Shumë ishin. Shumë aty. Jo, shumë. Do shta ishte luksi tepër për atë ambient që është aty. Se shumë, tu sa më shumë dhja që mirë është. Po, edhe me këto që janë është plotësohen kushtet. Jo, unë kisha bërë llogarin gabim duke, shikoj, kisha bërë llogarin. Janë 7 dhoma, do të jenë për çdo dhomë të jenë 2 veta që punojnë staf, vetëm staf bën 14 plus 2 recepcionistë janë 16. Po ndoj koordinator dhe të themi janë 20 veta që do të jenë në një turn këtu. Po do të ketë edhe pacient që hyn e dalin që bëjnë. Edhe mendova se do të nevojiteshin 4 tualete. Dhe kështu e lamë që të bëj 4 tualete. Po vija, hyja, dilje, shikoja që ai ambienti pritjes ishte i vogël, s'po pëlqente. Dhe pyes gocat poshtë të recepcionit dhe i them se ne kemi në katë të dytë
Kjo është ambienti pritjes me 15 veta dhe gjitha i staf që punon aty brenda, jo po depilimi, jo po mjekimet, vizitat, recepcioni, laboratori, gjitha. Janë 2 tualete. Dhe i pyeta, goca thash, po këtu mbahet radhi, thashun për ty në tualet nga njerëzit apo njerëzit janë këtu. Jo, tha doktor, s'ka problem. S'ka problem, thash. Mirë fare. Po atëherë thashun, po mirë. Kjo është ambient më i madh. Më i madh, po. Me më shumë qarkullim. Po pse sipër unë do të kem 4 tualete dhe të zvogloj atë ambientin e pritjes? Aty unë mbush më thash. Të bëjmë vetëm 2 tualete, doli edhe më bukur. Ja, patjetër që dole, patjetër. Ja, holli është më patjetër që. Patjetër që. Ky ishte nga të ndërhyrje që Ja vlente. Pa, Gjitha tjerë ishin budalliqe. Ja. Ja, ky ishin ato që nuk e pas kundërshti, domethënë është pranuar që në fillim, okay, s'merrti mirë se Ishte punë shumë punë, po. Po ishte përfunduar më. Por unë s'kisha vetëm hallin tim. Sun punën time e imagjinoj. Bëj ato parashikimet e mia di ku do shkoj. Në rregull. Edhe me vetëm tim. Problemi është që kishte gjëra të tjera, kishte edhe sisteme, kishte edhe elektrike të funksionimit që ata, pavarësisht se ata secili ka hallin e vet, po fund fare ata do vinë të dorëthuren me mua. Po. Këtu është halli. Aty me ty kishin shërbim. Zgjidhjen ne do ta Po gjejmë. jo, u zgjidhën. Tani ti do më tregosh kur ka qenë ai momenti që ky ka ardhur është shfryrë, çat ka thënë ama. Kur është shfryrë ndonjëherë që ka ngritur me mua, çat ka thënë ama. Jo, një moment nuk e di se ishim në objekte larg, unë kisha në plan që do vija këtu te klinika, po s'po vija, po vonohesh ande nga isha. Edhe kur isha rrugës e marr telefon, e marr telefon që je akoma te klinika, të vija atje apo takojmë nesër. Ham sa mua. Çfarë ke mua? Po çka kam tani vik? Kam bërë fjalë me doktorin. Po çfarë fjalë që ikëm ne tani te ti, ik më lër fare. Them nesër. Por e po më thuaj, them nesër ik. I çoja pasaj mesazh në darkë. Ku gjetohet, s'ke me përgjigje fare. Pa cili që ka pas, kemi pas. Jo, u bën 2 vjet, ndoshta edhe më shumë se 2 vjet që nuk jam pak. Për çfarë? Që bashkëpunojmë, që ndërveprojmë. Më tepër Më tepër çfarë 2 vjet. Po çfarë thotë? Në shiko 2023-shin kemi përfunduar punimet e kësaj sallës këtu. Po. 2023-shin, pra i kemi filluar 2022-shin? Ne kemi filluar në fund të 2022-shit. Po bën 4 vjet. Po bën gati 4 vjet. Gati na pret akoma punë tjetër tani se do të fillojmë. Gjë s'është pak, në këtë dhe duke njohur natyrën tënde, duke njohur unë veten, duke njohur natyrën tënde, nuk është pak. Do shumë pak kanë qenë këto konflikte që kemi pas. Kjo ka qenë puna më e vështirë, më komplikuar si të thuash nga ana e realizimit që keni bërë apo keni patur edhe gjëra të tjera të komplikuara. Kërkesa kaq shumë absurde si puna ime për detaje. Kjo punë që është kjo ka kërkesat maksimale kjo që është bërë këtu. Pastaj kështu të rim të vrasim mendje, po ka pasur po më tepër kanë qenë të kuadrit të dekoracioneve sepse mund të kenë qenë vila apo shtëpia. Kjo është shumë e vështirë sepse ka gjithë ato instalime, ka sisteme. Jo, këtu ka edhe një gjë. Edhe një na ka rënë rasti që kemi bërë një dhomë të sterilizuar, stanza bianca, që quhet në gjuhën se italiani ishte ato. Dhomë sterile. Nuk ka dekoracion, ajo është më tepër sfida, asaj është më tepër që realizimi i atij steriliteti që kërkonin ata, vinin në fund bënin matjet mikrobiale të zonës. Gjë që e bën me sukses, e repar që bënin dhe e kemi bërë me sukses. Po kjo është gjë e bukur kur fillon e bën. Kjo është shumë e ngarkuar. Ishte gjë që edhe kjo që thot Mitreli, se nuk e dinim fund fare çfarë standardi kërkosh. Ose si ta marrësh shembull, un kam bërë pjesë në një projekt që kam bërë kinema. Po. Edhe ka qenë punët më të kinemat që kanë bërë. I dinim, aq rigoroz projekti se nuk e dinim, ore, fund fare ç'është ku është efekti? Ku është efekti? Po ta bëj sepse nuk e di fund fare, do le një vrim gabimisht, ky vrim po se pa shumë. Çfarë impakti ka në fund fare kur mbaroj gjithë gjëja te kinemaja? Edhe kjo stanca bianca këtë se nuk e dinim. Po.
Por edhe po bënim gjithë atë Redovia ai do ta certifikoj, vinin nga Gjermania. Që bënin certifikimin, o thoshim ne. Do vija i domasi, po sikur të dalin mikrobe këtu, tani ne si shohim mikrobe. Do të ishet sigurt. Nuk i. Edhe kjo pastaj të ka pas, përveç të kësaj natyre ka pas dhe marrëdhënie. Tu ka pas marrëdhënie me ju, ka pas marrëdhënie edhe me njerëz të tjerë. Po. Ka pas marrëdhënie komuniteti që është, se jemi punojmë në komunitet, ëh, ka pas shumë ekuacione shumë ndryshore këtu. Kjo është më shumë ndryshore, po. Ato ekuacione të vështira kemi realizuar bashkë, kemi zgjidhur bashkë ekuacione të vështira. Po jo më ka shumë ndryshore. Nëse ky ishte një ekuacion i vështirë dhe që na ka njohur me njëri tjetrin, na ka lidhur me njëri tjetrin dhe ka krijuar edhe një raport mirëbesimi midis nesh. Kemi mësuar shumë gjëra. Unë jam bërë si biçim inxhinieri këtu së bashku me ju, dhe ka mësuar gjëra së bashku me ju. Dhe është një eksperiencë vërtet unike. Jam vërtet shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur në këtë që kemi realizuar. Si në fundit ajo që bën Kate, e bën Katein që të ndihet ndryshe, është pikërisht ky shpirti, ky emocioni, ky entuziazmi që ne kemi derdhur këtu brenda, duke hequr zvarre të gjitha ata që kanë punuar me neve për të realizuar këto gjëra. Sepse ju të dy nuk keni realizuar thjesht një projekt. Ju këtu brenda keni lënë një pjesë të jetës tuaj, të shpirtit tuaj, të zemrës tuaj që ju ka pasuruar ju e më ka pasuruar mua akoma më tepër, jo nga ana parave, po nga ana shpirtërore, emocionale, mendore, intelektuale, dhe këtu çdo detaj nuk është luks, por çdo detaj është kënaqësi, është kënaqësi në atë që ti shikon, Është arritje. është arritje. Është një histori që po vazhdon dhe po shkruhet akoma. E ju jeni njerëz që kur ndërtoni, nuk ndërtoni thjesht hapësira, ndërtoni siguri, ndërtoni qetësi dhe besim, sepse njerëzit kur futen këtu brenda, pacientët kur futen, e kuptojnë ata vetë që nuk është klinik normale. E thon vetë të gjitha ata që kanë hyrë, duket si anije kozmike, sikur po shkojmë në univers. Dhe pse është gjë e bukur kjo? Dhe unë rrënqet ato po më bëhet mishi me kokriza. Është gjë e bukur sepse ajo ideja që kam patur unë ka qenë kjo, që njerëzit boll kanë frikë, ankth para ndërhyrjeve kirurgjikale. Tani kur vin në një klinikë apo spital, që duket që është klinikë dhe spital, ai ankthi dhe ajo frika ushtohet gjithmonë edhe më tepër. Dhe dëshira ime ka qenë kjo, që këtu të krijoj një ambient që ata ankthin dhe frikën që kanë ta harrojnë. Dhe të habiten, të ndjen të relaksuar, të qetë në këtë ambient, dhe e gjitha ajo eksperienca e tyre të jetë shumë pozitive, shumë e thjeshtë, edhe shumë e këndshme, shumë e lehtë. Kjo ka qenë ai vizioni im, dëshira që kam dashur të realizoj, dhe e kam realizuar, e them me zemër, kam realizuar fal jush, fal edhe asaj Albanës, edhe orkesit që na kanë duruar, edhe na durojnë edhe do të na durojnë. Pak për vërtet. Dhe me kaq desha që t'ju falenderoj edhe që më erdhe këtu në Katecastin ton, unik brenda kësaj sallë operacion që kemi ndërtuar vetë, na takon neve në fund të fundit juve. Si shtëpia vërtet. Siç kemi ndërtuar shtëpinë tim që më shtëpi tona, i marrëm me të një shumë çdo detaj këtu brenda kemi bërë me duart tona. Ju falenderoj edhe për pjesëmarrjen tuaj dhe faleminderit e të gjithë juve që keni patur durimin ta shikoni deri në fund këtë puntat me dy njerëz të punës, të cilët më kanë sjell edhe shumë njerëz të tjerë të punës që do të jenë të ftuar në puntatat e ardhshme. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Opa, e mbyllim.